Përshëndetje shikues të nderuar. Filloi emisioni Mysafiri na ka ardhur, Mysafiri i nderuar, tash Mysafirja, e shohim edhe pak. Interex, sponsor në Oksigen. Faleminderit shumë Interex, brendi i famshëm, i madh, i sinqert i marketeve në për Kosovë quhet Interex, furnizim high class, mall sa të dush, pritja e mirë, çmimet e vogla. Për pas këtyre, loja madhe shpërblyese që ka filluar me 30 mars dhe zgjat 12 javë. A ka shpërblime? Jo, valla, veç loja shpërblyese, po qysh mos ka shpërblime? Plot që nisi prej fundit e tenelt. Voucher vjetor në Interex 3600 euro. Voucher në Shell, naft, benzin e tjera, 1200 euro. Edhe kjo është voucher vjetor. 165 voucher në vlerë 100, 200 dhe 300 euro. Pra, 165 vena. Kur marim shumën e këtyre, bojnë 30.000 euro pra këta voucher në 165 vena. Pushime all inclusive, pastaj ka voucher plus në darti 10.000 euro, teknik Bardzez, vetur 3, Renault Clio 2026, ere flak, në 3 vena qashtu, i bjen 3 vetura Renault, i jep Interex, i krejshtojmë të folë për Interex, përdini po është lezet me i thonë, dhe premia është banesën Prishtinë, për me marrë pjesë lësh përblisë shumë let, e plotësoni emni bjemni aty atë kuponin, e gjuni aty blenë mallin që i ki marrë, shko në shpitome, dhe pret kurpe fiton shka Interex, loja ma madhe shpërblyese, ekstra lirë, ekstra mirë Interex, falënderit Interex, Prince Cafe kemi atje dhe Art Motion, giganti, platforma madhe televizive Art Motion, internet shpejt, kualitativ, për kanale televizive sa doni, kur doni veç, a keni bateri me andru digitronit se të lodhet të lyp kanale të gjithë shka doni. Art Motion, Prince Cafe dhe Interex. Gjithmonë nina mirë në Oksigen, sepse jam vetvetja dhe duket vanë dhe kem dërtu si ku një beb të dashnis. Ka momente ma specifike, ka momente kur mund kapin edhe do farë emocionet tu e kujtu të kalunën tonë që kemi hekë si popull, gjithmonë jam vetvetja, po ma tepër emocionet marrin pjesë në ndërtimin e emisionit, sepse ndër ëndrat e shqiptarve, liria kuptohet, liria është baza, po edhe na kemi pas ëndër me pas uniform shqiptare në emision ose uniform të miqve tonë që ne kanë ndihmu drejt për drejt, kanë qenë faktor kyç në shlirimin e trojeve tona në Kosovë është fjala, pra kemi sonte uniform shqiptare. Fra uniforma kemi plot, edhe mjekt kanë uniforma, po jemi të sektori siguris pjesa ma e ndryqme, ma ndishme, ma rëndësishme, pra vitale. E një shteti, veç kush se din ose kush e dini, po e ka për detyrë, mu bo kështë spedine me të ntu pak me bo nëjna i farë triki kundër tëne që është shumë i pafuqishëm, gjithdo kush kundër nesh, jim ka foli për popullin tonë dhe sidomos për pjesën e sektorit sigurisë, pra kemi sonte policin e Kosovës, edhe shka është edhe ma bukër edhe ma madhështore, kemi një grua, police, me gradën major. Biset për qef, një zhullykin e kanë normal, se pa pas një zhullykin nuk shkojnë edhe menja me vesh uniformën për me mbrojt këtë vanë. Ka e më një interesant të amën Lule. Luljeta Mehmeti vjen s'ken Lule, s'ta thash bjerë një tjetër ma vun. Lutem. Njërë se erdhe, Njërë se u gjetëm. Krenari për ne. Edhe ne jemi krenar për uniform që e bartim. Faleminderit që na ftuat. Orna Lule, kjo është Luljeta Mehmeti, major Luljeta Mehmeti Kuigli. Po aki, ko pas ko mes të këqyrë her uniformen... E bukur, apo? Shumë e bukur.
madhështo, ondër ka qenë kjo. Brezat e ri nuk e din, por nuk e kanë një rrugën e vështirë, sepse, falë Zotit, se kanë përjetu luftën. Po falë Zotit. Falë Zotit e the ti që nuk kanë qenë ata që kanë përjetu luftën, e ne që kemi përjetu, thjesht i kemi dalë sot këti vendi, që nga pas lufta, qoftë mendimat të tjera, po qoftë duke vesh uniformën ma të bukur në botë. Po. A ka lule plot në policinë e Kosovës? Ka. Ka femra të shumta, cilat përkundër gjithë sfidave, se para se të fillojnë do shta të flasë për lulet që po thuat, apo për policet e proret që i ka policia e Kosovës, do të kisha kalu të fillimet e para, kur ato janë kyç në policinë e Kosovës. Para me ndoni Kosovën e pas luftës, një Kosovë e shkatrume me infrastruktur, një Kosovë me dhembje shumë të mëdha në popullat, njerëz të vrarë, qytetar të vrarë, familje që kanë bejt pa prind, pa fëmijët e tyre, edhe gjitha ajo dhimbje do të që ka qenë, femrat e kosovare, të cilat viktima vetë të luftës, sepse dhe unë jam njëra ndërto që kam përjetu luftën, kam qenë në Kosovë gjatë tërë kohës gjatë luftës, vendos me vesh uniformën, edhe të njëjtën kohë, të ndihmojsh qytetarëve, do të bashkëndjej me ta, po edhe të thej stereotipe, paragjykime, sepse profesioni policit që çdihet ku do në botë, nuk është vetë se, le të themi, paragjykim ballkanik, ma shumë shihet si profesion i meshkujve, i burrave, shkaku se ndonjëherë ka nevojë thjesht ajo farë forca fizike, edhe mendohet se forca fizike mbizotron edhe mbi inteligjencën, edhe mbi mendjen, edhe mbi gjitha. Edhe këto gra, të cilat ju kanë bashkangjit policisë Kosovës në atë kohë, kanë thy barierat dhe paragjykimet më të mëdha të mundura, sepse kanë dëshmu para të gjithë të tjerëve se janë të denja ta bartin uniformën, janë të denja të shërbejnë qytetarëve me përgjithësinë më të lartë, me integritetin më të lartë, edhe ndër vite, do me thonë, sot tash jemi vitin 2026, kemi rreth 60 gjenerata të policisë, do të thonë nga gjenerata parë deri te fundit në vazhdimsi kem pas femrat cilat ju kanë bashkangjitë dhe në një farë forme kanë ndërtu një rrugë, kanë ndërtu një path, që është një fjalë angleze, kanë ndërtu një rrugë që edhe vajzat sot cilat i bashkangjitën mos ta kenë atë problem që e kemi pasur në fillim. Nuk them se qytetarët nuk i kanë dashur femrat uniformë, se kjo është, kur do që kemi dalë në uniformë, më kujtohet fillimet, qytetarët janë gëzu, besa ndonjëherë ne bëjshim do të kontrole të veturave, edhe kur e pashin që është një femër duke ajo që po ndalë veturat, ata u ndalshin vetë nga dëshira, kuriozitetit, shohin femrat në uniformë, dhe të përshëndesin, po edhe të flasim shqip, të flasim në gjuhën e vendit, sepse ne si popull kemi pas një eksperiencë shumë të vështirë, shumë të rënë, do të me një policie cila nuk i ka shërby popullit, po i ka shërby aparatit shtetëror. Milicia e ka folë para luftës, okupatori. Policia e okupatorit e cila i ka shërby aparatit shtetëror dhe nuk ka qenë polici e cila është në shërbim të popullit e gjë që policia e Kosovës është që nga themelimi i saj me shumë dashni dhe me shumë përgjegjësi duke kry punën. Pse u bune policia lule? Kur spjegojmë atë klishen kur lindi ideja, po kur të boni trak në shpirt do më vesh? Them drejtën, unë nga eksperienca jeme, kështu familjare, nuk kemi ndokon policias, nuk kemi pas ma herët. Zakonisht kemi qenë ata që nuk e kemi dasht policin, qoftë nga gjyshit, qoftë nga baba, kanë qenë atë vetarë dhe që ju ka duk ajo policia e kaluar, ju ka duk si thjesht represive, diçka që nuk është e jona edhe gjitha këto. Po gjatë kohës së luftës, tregova se unë kam qenë në Kosovë, kam pas vëllau në ushtrinë çlirimtare të Kosovës edhe djalin e Axhës që i quaj dyt vëllezër. Edhe në brigadën 138, Agim Ramadani, do të kanë qenë në Koshare, edhe ketë kjo dashuria jonë familjarë rreth UÇK-s edhe rreth kujdesit ndaj tyre, kur do që përfundoi lufta, në zonën e Karadakut, ushtarët e UÇK-s u vendosën në shkolla dhe do të thotë derisa u pritke demilitarizimi dhe demobilizimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës të dihet se çfarë po ndodh me ta.
Në atë zonë ka pas ushtarë dhe nga viset të tjera kosovare, Tetova, Presheva, gjitha këto, edhe në mbrëmje, ata që ishin nga zona e Gjilanit, shkojshin në fshatrat e tyre, në familjet e tyre, të hani shujt në zetë ushqimit, dërsa këta të tjerët mbeshin në shkollë. Baba im nga dashuria, nga dëshira se u qlirum, e fitum lirin, këta djemë tri, i lumëtur edhe i krenar me punët që ka bë këta djemë tri, duke pas edhe krenarin për vllaun, gjithdo mbrëmje shkonte në shkollë, edhe shike sa persona kanë bet aty, edhe unë edhe nana, pastaj bëjshim ushqim në zetë edhe i dërgojshim tek ushtarët, do të me ushqy. Për 2-3 javë kemë vepru kështu, edhe pas 2-3 javësh, një major nga i UÇK, që më nduket ka qenë major me gradë, vjen në shtëpinë tonë, edhe duke njohur mua edhe nga aktiviteti im në vitet e 90-ta, do të thotë për çështjet kombëtare, thot dëgjom, thot Luljeta, ti nuk mund ta kuptosh tash se je një vajzë e re. Sa vjeç je ti Lulja atëherë? Unë kam qenë 22-3 vjeçare, thot. E morra vesh atë sa i kisat. Po edhe më thot ti, thot nuk mund ta kuptosh sot, por Kosova ka nevojë për femra në uniform, femra në polici, andaj vjen nga një familje me integritet, nga një familje që e donë atë dheun, andaj kisha lutë me ardhë me apliku për police, kur do që i binë aplikacione, sigur ishke një dit apo 2 pas bisedës sonë, edhe une të isha jo, kam pëlqy gazetarin gjithmonë, do isha të vazhdoj me gazetari, të kaloj do të në punë dikun televizion edhe baba em nga respekti, tradita jonë, do të ta respektosh musafirin dhe personi që të ka me të ludit, shkam të gjobja ime. Shko mbushe aplikacionin, nëse nuk donë me shku, mos shko. Po s'po, mbushe aplikacionin edhe pastaj vazhdon edhe merr vendime tua, sepse kam qenë e pavarur gjithmonë prej prindit, ashtu jam rrit, thjesht edhe unë mbush aplikacionin, hajt ta përvoj testin me shkrem, hajt testet psikologjike, testimet me ngoj intervistat, hajt ta shoh, thjesht është një farë rikonfirmimi vetës, a mundesh me i kryti? Po, a jeti që ajo që kjo ndru, po. Edhe shkoj në fund testimet mjekësore dhe aty është një zotërin i mjek që ishte në mosh, në fund edhe po i shikon gjitha rezultatet e mia, që i kishke para vetës në një folder, aty edhe më thot, o moj bia jam, thot, sa mirë, thot, krejt testet shkëlqyshme i paske, thot, po, atë gjdoft po do kësh i shala gjenë rrë për ty në atë ushtrije, në atë policisë, që në ke shumë e doft kështu nga shëndeti. Ne kemi pas disa vështërsi gjatë luftës, thjesht kemi lëviz me familje 3-4 herë nga shtëpia, kemi pas probleme ndonjëherë edhe me ushqim, për të ushqy si duhet, sepse është dashur të rrit ushqim edhe për fëmijë, jo për të rritur. Andaj, kam qenë pak më dobës se që jam edhe sot. Edhe kështu, unë u bëra police, shkova në akademi, edhe ja ku jam. Edhe kjo shprehja, njëherë polic, gjithmonë polic, është se njëherë vesh uniformën, edhe ma nuk mund është me lonë. Në që s'qysh ma mirë në jesh një uniforma, po? Ta jep një... është një ndjenë, unë mendoj e papërshkrushme. Nëse sa herë jam mundu, sepse koleget e mia, kur më vrejnë se mundon që ndonjëherë mundrohem nga uniforma operacionale në uniform solemne, kur do që kemi ceremoni, apo kemi ndonjë rast që mu më duhet nga roba civile të kalojnë në uniform, sepse duhet dalë teren, me punë, edhe koleget më thonë se kur do që vesh uniformës shkëlqenë sytë. Po, dhe ta jep një... është një ndjenë që nuk mundesh me përshkru, është një ndjenë e përgjithësisë, po për mua është edhe një ndjenë e privilegjit, sepse nga krejt ky popull që është, nga krejt këto vajza, këto femra që janë në Kosovë, jam unë ajo që kam derin me bartë këtë uniformë, dhe ti është tash për rënqetëm kur flasë kështu, se me të vërtet është një ndjenë e papërshkrushme. Lule, pse për bën hajgara me mua, apshe, qëfar oratorie, qëfar të folni, e kënej thu ka Barcoleta për polic. Hajgara për bën me vullu. Ka Barcoleta për polic, po gjitha... Kujo, si përdori ato kur, edhe kolegëve thësha, mas bëni Barcoleta për policin tonë, se kemi të mundit, e kemi të shenjt, e kemi... Se egzistojnë Barcoleta në për krejt botën. Po, është kulturë, për Barcoleta, për shakar... Për tonë zbanë. Vish duhet me i dash me nëru, edhe me ledhatu s'kan, ku mi ledhatu ka 2 metra, ku pi shot do të njësive t'juja, ku... Tesa pa full shqip, shpirtim të më mërshu.
kem zyrtar, do të thotë në gjitha njësitet e femra, se më falë, pasion femër do të flasë pak ma shumë për femrat, a bojmë kështu? Unë e kom qef, po më kujtu kur kemi pas gazin me përfaqësuese plot njësive. Po, kanë qenë nga gjitha njësit. Edhe në kona ta të fitit, u do të mirëzu murin, si nuk i nxajke. A për dalim tash të femna, të lasë të nga lodhe në gradë. A, që ashtu femën i këna thonë gjithë. Po, nuk ka rëndësi, neve policit Kosovës. Pyetja ke lezeshme, thash, a ka plot lule në polici? Pa tjetër, ka, thjesht, tani kemi rreth 15% femra në policinë e Kosovës, punojnë gjitha fushveprimet policore, në njësi patrulluse, në njësi jetimit, në njësit speciale, kemi në njësin speciale operative, në mbrojtjen e afërt, janë shefe sektorësh, drejtoresha drejtorive, kemi drejtoresh të rajonit, do me thonë, kemi kolonel Afrodita Mikulovci, që është drejtorisë rajonale Jugu, që ka në mbikëqyrjen e saj, në komandën e saj rreth 500 polic, kemi drejtoresh divizionit, do të të hetimeve, kemi drejtorish departamenti, do me thonë, kemi edhe në pozita vendimar, se udhëheqëse kemi femra, thjesht jemi kudo, aty ku janë meshkujt, janë edhe femrat, sa do në një përqindje më të vogël, mirë po duke e kry pune me shumë profesionalizëm dhe me shumë përkushtim. Pa u tut kur, pa ju bos sy një vërë që thot populli? Tuta nuk thëmë se nuk ekziston, se duhesh me u tut, po unë mendoj se dashuria për vendin, përgjësia që ndjenë, edhe gjitha këto njeriu për atë dhe për familje vepron gjithë shka dhe hynë kudo, edhe gjdo veprim yti do të të bat me zemër, aty ku gjonat bat me zemër, harrohet gjithë shka tjetër. Kom përshtypin Lule që kur hesni u policia që në rast lulja i onë, tokën i shen edhe vujtit e kësaj toke. E shen edhe gjakon në për tokë, e shen edhe do robat të thmive, të pleqve, të rive që kanë betë në kujtesën tonë. Po e lidhi këton, ka rrethana, ne gjithmonë duhet ta kujtojmë historinë tonë. Duhet t'i kujtojmë vujtjet tona, sepse një popull që i haron ato, do të është mund edhe t'i përsëris gabimet e veta. Andaj ne gjithmonë si njerës, si qytetarë këti veni, nuk duhet t'i harrojmë ato. Mirë po, ndoshta kur mua më kujtohen më së shpeshtir, kur kemi rrethana të caktume, ku sfidohet edhe vetë Republika e Kosovës, me rasti Banjskës, kur patëm vdekjen e zyrtarit tonë herojit Afrim Bunjaku, këto janë momente kur kujtohesh për gjithat sakrificë, do me thonë që kanë ba gjithë populli Kosovës, edhe pjesëtarë të policisë Kosovës, sepse ne në policinë e Kosovës kemi edhe ish luftëtarë të UÇK-s, edhe humbjet që i kemi si policia e Kosovës, po përmend edhe rastin e Afrimit fundit, janë momentet cilat të bojnë me reflektu mbrapa për rrugtimin që kemi basë të polici, për forcën që kemi kriju, do me thonë, si individ, si dhe për institucionin që kemi kriju që po i del zot vendit gjithandej teritorit Republikës Kosovës, çdo ditë dhe çdo natë pandal. Heroj Afrim Bunjaku një copë shpirt ju ka këput krejt popullit edhe juve policëve, apo? Ashtu është diçka që ne kemi edhe shumë zyrtarë të tjerë që kanë rënë krye detyrës, e ke Enver Zymerin, e ke Lazimin, policin e parë, ke Izetin, ke Samiun, do të gjithë këta zyrtarë në krye detyrës, edhe për ulljen më të madhe si individ, edhe si policie kemë për herot tanë, dhe për familjet e tyre të cilët sot nuk kanë më të dashur dhe tyre pranë. Andaj është një ndjenë që na bon me reflektu si dhe gjithë ai heroizëm i tyre dhe ajo vepër e tyre është urdhërofim për gjithë ne pjesëtarët e policisë së Kosovës. Edhe në ditën memoriale që kemi ne, në farformë është një ditë që në vazhdimsi na zgjon. Me ndjenjen patriotike, me ndjenjen e atë dashurisë, po edhe me ndjenjen për ulljen që kemi për ta, për veprën e tyre si dhe për familjet e tyre. A vazhdon kujdesi i shtetit edhe i kolegëve e di që po, kolegët e ju, kujdesi i shtetit ndaj familjeve të tyre? Vazhdon kujdesi
qoftë si pas procedurave me disa pagesa cilat ju bëhen do të të familjeve bashkëshortës dhe fëmijëve, zyrtarëve të rënë, do të të janë procedurat të cilat janë ligjore, të cilat do të të ka Policia e Kosovës dhe shtete rreth këtyre, mirë po ne i bëjmë edhe si kolegë, edhe me vizita. Kujdes është edhe ky që pi përmend sonte Lulja. Sepse unë mendoj, përpas asaj ligjores, ne duhet shkojmë përtej. Është moralja, është dashnia që kemi për kolegun, për familjet e tyre, ju si që dini disa nga fëmijët edhe kolegëve tanë janë bë, do të të dhe polic nga dëshira që do të ta vazhdojnë rrugën e prindve të tyre. Bisedë ndryshme sonte. Po shpresoj shumë knaqësi që jam këtu. Shumë knaqësi që jam këtu. Knaqësia është e jona, Lule, s'guzëm ju këthuj fjallën se një rojet e këti vendi, po knaqësia është e jona. Jem duke ba një bisedë shumë miqësore, edhe është letë me qenë këtu si Policë e Kosovës se ketë që ka me thonë shumë për Policinë e Kosovës. Pa, edhe ki ku me thonë, nuk ishë më të lavdu neve që tash? Edhe kemi ku mi thonë, edhe kemi shumë për të thonë për Policinë e Kosovës. Lule, ne i kushtojmë rëndësi si emision, i kushtojmë rëndësi këtyre pjesëve, sidomos sektoreve vitale, që është policia, FSK-ja, AK-ja, këto që na ruin, që na mundsojnë neve me punu, me shku në shkollë, me flejt qeta, me flejt rahat populli. Natyresht, t'lutem. O bre, ku t'i shoh policë se për folim tash, si kur pim kafe atë ditë, kur të nalëna me ta knaqna. Zakonisht vi vonë për Gjakovës. Hajde me zvanë me, jo vla, du me folë Shqip, mu knaq. Krejta kanë patriotizm. S'pë du me hitë rogat që unë kur se mi knaqen me rogat e policisë, po tonë e theksojnë për patriotizm e maj këtë vand. Problem është me thonë ashtu, bravo e kaftë. Shërbesh në uniform, pasi nuk po hym ka rrugat, po nuk është veçana materiale. Duhet ta kuptosh se një individ... Jo, përqenë kur e potencojnë ta. Çdo individ që vesh në uniform, po ta bëja atë për rrugë, do të shkonte me një profesion tjetër. Bartja uniformës, veshja uniformës, është një ndjesi e brendshme, është një thirrje. Do të thotë shpirtënore që ti e ke për me shërby, edhe ka forma edhe mënyrat shumëta që mund është me shërby vendit, po unë mendoj se mënyra ma e mirë është me bartë uniformen. Nuk ka mënyrë ma të mirë se me qenë uniforme i shërby qytetarëve tu edhe vendit tonë. Edhe nuk e përmendo është e papërshkrueshme ajo ndjenja kur ti ndihmon dikujt, edhe satisfaksioni që ndjen si individ, se unë punën time edhe ato që e bëj për qytetarët, unë ndjene mirë po ashtu. Nuk e bëj vetë se për qytetarë, po unë më bënë mu, unë ndje si individ mirë. Edhe satisfaksioni që unë kam si individ, kur e di që më punën time ndoshta më të vogël, kam ndrysh ditën një personi, një qytetarit Kosovës, është ndjene papërshkrueshme dhe nuk mendoj se ka ndër një çmim. Lula, reagonë në rrugë nëse e për shembull me bashkëshortin, me fëmijë të hecë, me ndodhë dishka në incidenti vogël në komunikacion, ose a reagon? Po më duket pas një po ajo do video që kanë dalë në disa rrjete sociale, unë edhe kur jam me bashkëshortin, edhe kur jam me fëmijë, unë jam polic 24 orë, po tjetër është se mishrohesh me profesionin që e ke. Edhe kur jenë civil, edhe duhet me reagu, varsisht rrethonave, po unë nuk mundem me injoru, andaj reagoj, ndali vetura, kam arrestu njerës. Civil ti? Civil të shku në darkë me bashkëshortin dhe me fëmijët, kam arrestu njerës se kam pa duke kry një vepër penale dhe i thëmë shokët lutem veç më pret një këto pak minuta se nuk mboj me mbyllë sytë, më duhet me ndalë këtë person. Thjesht, unë dalëm, pata më rrethun disa individ kështu që se e pa në rrezikun për arrestimin e personit e gjitha këto, edhe kur shkojnë stacion, kolegë më thojnë, s'mundeme, edhe që tu, edhe që tu po përzihesh, apo po qeshin me mu, thjesht veç murun, veç më thanë falemderit, ky person ka qenë i kërkume dhe ma herët, që u kuptu do të prej asaj, kështu që unë dalim gjithmonë, në veçanti, kur ka emergjenca, kur kemi aksidente trafikut, kur shomi, ndoshta aty për aty mund të ketë do një raje me strive, apo diçka tjetër, ku mund të ketë lëndime, andaj është
detyra jona me i rujt jetën e të tjerve. Sikur ti janë krejt që reagojnë, a lullën s'keni shans me njof ku të shën roba civile, plus i ka flok të garë, kështu që keni menën që shpesilën, si vish ku të binë prej tokës. Lule, flokët shumë bukur. Faleminderit. Shumë solemne, shumë policisë. Uniforma kërkon, ka regula strikte për bajtjen e uniformës. Ka regula strikte për bajtjen e uniformës, qoftë në uniformë operacionale, apo në këtë që është uniformë solemne, që ne i bartim në ceremonit tona. Floku nuk bon me të prek, do më thonë njak, nuk bon me i pas në ceremoni, disa rrethana, varsisht mundesh me pas flokun, po përsëri lidh, jo lëshut as njëherë. Kërkohet me pas vath vegjël, janë, do më thonë, rrezik, sepse ti, nëse je në një punë tereni, mundesh me t'jesh dikush me të kap për flok, apo janë edhe në aspekt të sigurisë personale, mund të shihen si rrezik për sigurinë tonë personale, po dhe si dukje. Unë mendoj se ne kur jemi në uniformë, ne nuk jemi këtu për të duk bukur, ne jemi këtu për të duk profesionale, për të bartë uniformën si pas regullave dhe për të duk zyrtare. Kjo është uniformë, unë nuk përfaqësoj vetëm emrin tim, si Luljeta, po unë jam policia e Kosovës, jam zyrtare shtetërore. Andaj, me çdo kusht, në çdo vend, duhet me u mundu, edhe duhet me qenë kujdesshme me përfasu shtetin në mënyrën më të mirë të mundur në kapacitetin tim. Edhe kapela në objektet e mbyllura gjithmonë hiqet? Kapela në objektet e mbyllura hiqet, në rrethana të caktume, kur do që kemi ceremoni, ndonjëherë varsisht hapësirave, sa të mëdha hapësirat, ne vendosim kapelen kur do që kemi nderimin e himnit, me cilën të ne pastaj bëjmë edhe qëndrimin, do të thotë që duhet bëhet në përshëndetje të flamurit, himnit kombëtar, po tani, si që dini, kemi edhe himnin e policisë Kosovës. Po, gazin e ka kaldu. Po, ka qenë do të të emisionin e kalu. Gazi janë ka qenë 3 herë në oksigen. Dhe thjesht nuk bartët në objektet të mbyllura, mirë po, është pjesë e uniformës dhe ka regula caktume se kur dhe si të bartet. Lule, në mënyrë instinktive, në sekund reagon sa herë e dëgjon himnin shtetëror kombëtar të policisë? Thjesht është një ndjenjë që ndoshta unë mund të jem edhe në shtëpi, duke shikuar ndonjë ceremoni, ndonjë ndeshje futbolli, kur do që i pën himnet, ndoshta edhe jam të gatuar duke bë ushqim, po është ajo ndjesia me njëherë me kthy kokën ka televizione gjitha këto, sepse thjesht ne është pse bre mos me pas çat ndjesi dashnisë edhe ndjesi që ta sjell himni, edhe ta sjell sepse ne kemi vujt mjaftueshëm, kemi himnin ton, kemi flamurin ton, kemi ushtrin ton, kemi policin, do ta bëjmë ushtrin të plot, kemi policin, andaj pse mos t'i gëzohemi kësaj arritje që kemi si shtet. Po bëjt një do vetë, jo s'pëm pëlqen flamur, jo s'pëm pëlqen këse, një është parancishëm, kështu në përnë, okej, s'është temë për ty, po të kalza, mëj me folën si shoke joti, me kalzu, para 2 ditë, Ti mundesh me folë qka të duesh, atër po e bëmbedhore, po përgjigj atë qka du, pro. Jo, vish me kalzej, para 2 ditë. Edhe kur du me hesht. Po, edhe hesht, para 2 ditë e thashej, qështu në për sporte, në për sene, respektoni se krejt janë tonat. Jo neve s'na pëlqen kë hims, s'na pëlqen kë flamus, që o më kom, që si farë pralla, elam, Lule, po më doke që edhe me një provë generali diku një ki reagu, diku pëse s'pe qoshë në kom, elam edhe këto, Lulja, vesveseli, në për provat generale për nej ceremoni, që shpishon kur intonohet hymni, zdikosh atë qes tash për që jo, që u fill edhe pse o provë, sepse po tingullon hymni. Nuk ka rëndësi është provë generale, apo në qëfar rëthonash jemi kur tingullon hymni, është ti e nderon shtetin, e nderon popullin tonë dhe nderon vetë vetën fundit. Që ti informate vjedha, nuk e kom vjedhë, jam pjesëtori i popullit tamë. Po e shoh. Jo, që shumë të kanë lartësu kolegë, edhe në përprova generale reagojnë policia jonë. Faleminderit kolegëve, thjesht për ullje edhe për punën e tyne, po edhe kretë kjo vjen nga dashnia për venin tem, që kam edhe për uniformën, mua më duket shumë normale. Nuk di se është
edhe mendoj se gjithë të tjerë do të me qenë kështu. Do të çdo kush do të jetë kështu. Edhe po mundon sonte edhe mas pak ti me folë, se kom si defektu këta me ndërhy, po kom qef vishpengu edhe me pa në gjyrat bukra si jenë ondra jonë. Ka qenë ondra. Realizuar. Ka qenë ondra. Sot është realitet. Sa polici ka Kosova, Lule? Po, në total kemi rreth 9.000 polic, kështu gjitha gradat, po policia përafërsisht ka dhe rreth 1.000 staf civil, që kryen do të punë mbështetje. Që është mjaftueshëm për territorin tonë dhe numrin e popullsisë. Ashtu sipas praktikave, sipas standardeve dhe evropiane, ku llogaritet do të sa polic duhet të jenë për kokë banorin, ne qëndrojmë do të në suaza të bile edhe më mirë se sa janë disa vendet të rajonit apo vendet evropiane. Shpeshherë i di përgjigjet e musafirëve, i di çka kanë më thonë, po mundona mi lut lojnë që s'pi di çka kanë më thonë, sikur kësaj rradhe. Sa pjesëtari kanë njësit speciale dhe fiti? Mjaftueshëm ju mundi edhe gjithë qytetarët e Kosovës mundi të sigurt. Po më nëjë sa? Mjaftueshëm. Na dalin bollë për Kosovë. E dita këtë përgjigje, se edhe gazin e u ka përgjigje qështu. Gaz hoxha, gaz ka mjaftueshëm, tha. Sa velubër, ka bollë. Mjaftueshëm, bollë, të pregaditur profesionalisht, trajnum prej shteteve ma demokratike, shtetet cilat ka një kulturë edhe një eksperiencë të gjatë të policimit, do më thonë, andaj ashtu kështu ju e keni vërejtë se në shumë sondazhe edhe nga organizatat huja, që është Gallupi, ka organizatat huja që veprojnë Kosovë, UNDP, me një raport ma hershëm, do të thot edhe OJQ, Policia e Kosovës ndel ndër institucionet më të besueshme në vend. Në vazhdimsi kjo, do me thonë, për gjithë këtyre viteve të pas luftës, prej do të thot ne dalim, edhe nëse llogarit se ne çdo ditë jemi në kontakt me publikun, çdo ditë jemi në kontakt me edhe me qytetar, po shpeshtë në hera me individ që bien ndesh me ligjin, edhe që ne duhet me arrestu ata individ, edhe pastaj me vazhdu me procedurat tona në koordinim edhe me organet e drejtësisë, prokurorinë, gjyqësinë në fund, edhe të mbash nivelin e kredibilitetit edhe të besueshmërisë të qytetarëve në gjithë këtë kontakt, unë mendoj se është një arritur e madhe edhe popullit Kosovës që i beson policisë, po edhe vetë policisë Kosovës, sepse e kryen punë me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Lule Vishpjo ka zë çdo grupet që bojnë dëm në për Kosovë, ju terën juve, flakrohen për jush. Vishpjo, odin? Mirë. Jo, në për qëtë, shashtrisën kajtë. Thjesht ne jemi këtu të mbrojmë jetën së pari qytetarëve, mbrojmë rendin dhe ligjin, zbatojmë ligjin, të parandalojmë aty ku mundemi, të hetojmë dhe të ofrojmë gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim një siguri që ata të ndjehen mirë në vendin e tyre ku jetojnë, se dhe ata të ndjehen qetë që mund të bëjnë jetën e tyre të lumtur këtu. Me një sondazh të Gallupit, Policia Kosovës, se përmenda edhe më herët, Kosova del vendi më i sigurt në Evropë dhe vendi i tretë për nga siguria në botë. Ndërsa 89% më duket, 89% popullatës së Kosovës kanë thënë se ndihen sigurt të dalin natën, do me thonë. Kjo është një arritur e gjithë institucioneve cilat janë ligjzbatuese, jo vetëm e Policisë Kosovës, po gjitha institucioneve tjera, po ndërto, mendoj se meritën më të madhe e ka Policia Kosovës si institucion. Andaj, thjesht, sado që duhet me qenë modest, ndonjëherë duhet edhe me të tregojmë atë, po qëshjo? Se këtë kjo nuk arrihet letë, kjo arrihet me një punë të mirë, shembullore, profesionale, me integritet, me ndërshmëri dhe të guximshme gjithë pjesëtarëve, kolegeve dhe kolegëve të menë Policinë e Kosovës. Shka për pëlqen kjo që jeni tu apliku që sa ko, jeto e sbeker e sheni patrull, penal një pakere, dhe me zbi në radar e sam, e kalon patrullën, gaz, klop patrulla qeter, ka 2, për mdo këtë është më dëshmi bo ka 3 rënë, ruhi,
A ka 4, Lulja s'kallëzën, po, mirë, trik përpërqen që është për policia. Ndër prioritetet e policisë Kosovës është edhe avancimi me teknologji, me pajisje, me gjitha këto që ne me kry punën më mirë, më letë dhe t'jemi më afër qytetarëve dhe më shpejt do të arrijmë do të tek qytetarët, edhe kjo çështja do të lidhet me një avancim të teknologjisë që ka bërë policia e Kosovës do të edhe në drejtori tjera, po konkretisht në drejtorinë e trafikut. Edhe civil për ka boll? Tash ne do të me punu në gjitha format, edhe civil edhe në uniform për me arrit objektivat tona me i siguru qytetarë. Këtim ka foli që për këzona, për ka 2 patrulla rresht, në distancë 5-600 metra, civil, boll, atë dalim të ashtë të falendrimit shtetet demokratike që ne kanë trajnu, polisë tonë dhe tash ne jemi në hap me ta. Them drejtën, policia Kosovës është institucion me fat në atë aspektin që nga themelimi saj ka pas përkrahjen e shteteve më demokratike në botë. Ne jemi polici që është kriju mbi bazën e praktikave dhe eksperiencave, ekspertizave më të mira të policive të shteteve demokratike. Qoftë duke fillu prej shteteve të bashkuara të Amerikës, Britanisë Madhe, vendeve evropiane nga Gjermania, thjesht shteteve tjera, Franca, mos të përmend këtu, do të gjitha shtetet tjera kanë pas një vëmendje perëndimore në ndërtimin e policisë Kosovës dhe bazat e policisë Kosovës janë vendosë do të thot nga ata me praktikat dhe me ekspertizën e tyre më të mirë që kanë pasur. Andaj, kjo përkraje për policinë e Kosovës fatmirësisht nuk është zbe, po ka vazhdu deri më sot. Ka vazhdu në forma tjera, sepse dhe ne jemi rritë si institucion, jemi profesionalizu, andaj ka kalu ndoshta në trajnime më të specializume, për cilat ka nevoj policia Kosovës, e që në vazhdimsi ne pranojmë, do të të zyrtarët tanë trajnohen nga institucionet më elite, më prestigjioze që mund të ketë një shtet. Policët e Kosovës trajnohen nga FBI-a, trajnohen nga DEA, trajnohen nga ata gjitha këto agencione, do të të që janë për hetimin e krimit, për hetimin e narkotikëve, për terrorizëm, trajnohen nga policia kriminale, do të për hetimet kriminale të Gjermanisë, nga shtetet tjera të shumta, dhe mendoj se policia Kosovës në vazhdimsi ngrit nivelin e ekspertizës në fushën e policimit dhe në fushën e hetimeve, po edhe në fusha tjera që janë policia kufitare, që është një fushë tjetër. Kështu që ne kemi pas fatin të kemi këtë përkrahje, edhe për atë ndoshta për shkak të partneritetit shkëlqyer që policia Kosovës ka me partnerët ndërkombëtar, ne në vazhdimsi njihemi edhe jemi policia më mirë në rajon. Do të thonë Lulës edhe për te unë mendoj, po rrim të rajon. Për rrim qëto. Për rrim qëto. E kuptova Lule që policia FSK-ja dhe AK-ja, do të thonë këto të sigurisë, vazhdojnë bashkëpunim të ngushtë me Amerikan Anglez. Nuk lëviza. A këto budallikit që i bojmë nga pople për lojë për parti, Amerika për ju për lajë ne, me qëta kom punën e? O mund të flasë veç nivelin e policisë, të me thonë nga institucioni unë që ashtu dhe kuptova që to të rria vazhdojnë ngusht me përëndimin, a patëm as patëm na u rritën shmimet, si interesant fort. Edhe s'du të pjë interesu. Nga institucioni që vi, thjesht thash se kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Unë së fundi, në dhjetor të vitit 2025, kam përfundu Akademin Nacionale, do të të në FBI. A dole që të la? Se së të dësha mi shtu pak për ma mo. Jo, këtë natyrë shumë nga këna thonë. Qesh e kusë të ndëruar Luljeta Memeti, policia jonë e dashur, major Luljeta, më falë që s'pi thomë gradën, po përdu me bu muhabet shoqnishi, që qika jonë që tu është që atje në FBI. Ta është flok të gata atje i ka pështelë sot, da pisheni. Që kjo është ajo? Më lejon... A di shka kënari jo kjo Lule? Kam ditë shka këtu. Shka ko atje? Nëse mundet me vendosë.
Në Akademinë e FBI-s, unë jam personi i 10 që ka shku nga Policia e Kosovës. Personi parë, do të thotë zyrtarja e parë që ka shku në Akademi ka qenë ish presidenti aty vete Jaja Jaga. Nga 11 që deri me tani jemi të graduar në Akademinë e FBI-s, 4, do me thonë me presidentin jemi vajza, që kemi shku. Edhe 7 meshkuj, po. Për qytetar, dua ta përmend se nuk është trajnim i zakonshëm. Nuk është se shkon si në një konferencë, ulesh dëgjon, merr një certifikat pjesëmarrjes edhe po është një trajnim që kërkon përgatitje të lartë, edhe akademike, edhe mendore, edhe fizike për ta përfunduar. Do të thotë është një trajnim 11-12 javor, në të cilin ndjek landë akademike që ndërlidhe me punën policore, qoftë incidentet kritike, qoftë menaxhimin ndryshimeve në organizat, leadershipin, do të thotë landë cilat ti përzgjedh nga ato që mund të ofrohen aty, dhe po ashtu një ndër do të thotë gjërat që janë, do të thotë ndër aktivitetet është edhe aktivitetet fizike. Okej. Ku nga në 12 javë ti ke 8 sfida fizike që duhet mi kalu. Ushtrime fizike kemi spaku 3-4 herë në javë nga 2 orë. E nga këto sfida e fundit quhet Yellow Brick Road, që Yellow Brick Road është Akademia e FBI-s është në bazën e marinsave amerikanë, do të thotë US Marines, edhe marinsat e ri kur janë trajnu, në kohrat e mahershme, këta marinsa tjerë që kanë trajnu, kanë vendos tullat verdha që ata me gjetë rrugën, do thotë që është ndërtu për me kalu sfidën. Sfida është 10 kilometrshe, nga këto 10 kilometra, vrapim, nga këto 10 kilometra, 3 kilometra i ki një sfidë me pengesa, ku duhet në gjitësh në konop, në pengesa, ke pengesat druri, do thotë lisat mëdhaj, ke rjeta, ke rëshqitje, thjesht është sfidë e marinsave, edhe thjesht nga, kjo është e fundit, do më thonë, ajo fotografi që po e shotash që e keni vendos aty, është në hyrje të Akademisë së FBI-s, nga këtu, në ka pas edhe një milje ta përfundoj sfidën. Në ditën që e kam përfundu, që ka qenë 8 vjetor, kanë qenë mot shumë i ftohtë, -5 gradë, një thjesht ka pas një erë që thjesht një bore im, kështu që trake ftyrës shumë mbret, edhe të më drejtën ka qenë bagi sfiduse, sepse tereni ku është bëhat ky vrapim, ka qenë teren jo i lehtë, ka pas gur, ka pas flet, që do të flet gjethet të lisave, që ke mujtë me rëshqit, që unë me një moment kam rëshqit aty, pagës, po është ajo që kur do që ne uhtojmë jashtë vendit, ne përfaqësojmë vendin dhe me asnjë kusht, asnjë kusht me u ndalë, nuk ka qenë, do të thotë nuk jemi ndalë, nuk ndalemi, kemi vazhdu me sfidën, edhe do të thotë kjo është një milje prej përfundimit, edhe sot... E qëka tull është, ta japin atje, a? Do të thotë kur e përfundon, Akademia ekziston që nga viti, do të thotë ky trajnim në Akademinë FBI-s ekziston që nga viti 1935, do të thonë që gati është 100 vite, në këto 100 vite, më pak se 1% e gjithë policisë së botës janë trajnu aty, rreth 50.000 persone janë trajnu në atë akademi. Mund të më shku gjithë kosh atë më trajnu? Është një proces edhe i përzgjedhjes, nominohesh nga institucioni, dush me pas një, le të themi një background, një me shumë integritet, dush t'jesh person që ke punu me profesionalizëm, me ndërshmëri, me guxim për institucionin, kryet një verifikimi të kaluarës nga vetë shteti Amerikan. Ta dim kush o kanë avje. Edhe pastaj ka dhe testime të tjera, intervista me Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Drejtësisë, si dhe një testimi gjuhës, një urive të gjuhës angleze para shkuarës atje. Do të thotë se njerëz zyrtar të cilët kanë punu me vullnet, me ndërshmëri, me integritet dhe profesionalizëm policinë e Kosovës
nominohen për të shku atje. Edhe tjetra është se edhe shkuare atje. Nuk është vetë se ana akademike, sepse edhe ana fizike, po është ndërlidhja që t'i bën me pjesëmarrësit, shtet me shtet, edhe me pjesëmarrësit tjerë të cilët janë të pranishëm në atë akademi. Do më thonë, në sesionin që kam qenë unë, 296, është sesion që ka pasur rreth 250 polec, të gjithë shumica nga departamentet apo agjencione policore të shteteve të ndryshme nga Amerika, si dhe 24 ka qenë nga shtete tjera. Nëse llogarisim në këtë numër të vogël, që është rreth 50.000 nga vitin 1935, Kosova mendoj se ka qenë me fat dhe ka pas një përkrahje shumë të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast du me falendëru ambasadën amerikane në Kosovë, zyren legale të FBI-s dhe të ambasadës në Sofia në Bullgari, agjencionet e ISITAP-it, INL-it, të cilët janë ato që promovojnë punën e policisë dhe promovojnë policinë e Kosovës në shtetin e tyre, mënyrë që me arrit ne të shkojmë do të ma tepër. Sepse zakonisht njerëzit më është tregu nga kolegët e mi Amerikanë se ka individ zyrtar policor që presin me vite në Amerikë, deri në 10 vite, ka një kolegë që ka qenë në sesionin 296, 10 vite ka prit të arri me shku në atë trajnim. E ne, unë isha në dhjetor, patëm kolegën time Vjollcën në janar, do të kemi edhe një kolegë tjetër nga Kosova, do të brenda një viti. Pandërprej bashkëpunimi me Amerikanë. Pandërprej bashkëpunimi, kështu që jem falenderus për gjithë përkrahjen si unë, si policia Kosovës, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kosovës deri më tani. Anja Hilnida, ku për komentojnë, jam se ku du mi hongër që ata njerëz. Lula pësha, sa keq për ku për kikë si njerëz, të më dhajnë emision s'guzon njerëz me provoku asasi, se vje marrë për vetit. Mirë. Se do shta bi kritiku dhe që... Po flasim për gjanat mira. Po, dhe, po, flasim për gjanat mira. S'pëm rishpirti pa ju gjujë që atëre, që, ha? A pet në angocni, të unë kryj. Kam një dhurat vogël për t'yën. Së është e vogël këtë vjepi policisë? Kjo është një kopje e vogël e Yellow Brick, rrugë. Qëta pa ma fala? Edhe kjo emblem është e gjitha sfidave që unë i kam kalu, sa kam qenë, do thot, në Akademinë FBI-s. A i ka ma falë që ta? Po, gjithë këto sfida jonë, do thot, e kanë një emër, e kjo e fundit është me tullat verdha, është do thot Yellow Brick Road. Këto janë për ty, e tash na të graduarit e FBI-s, policinë e Kosovës, ftojnë për në farë sfide ty të kështot fizike, të vrapimit, taj dit. Po. Po pranona, po? Po, ti bëj bukur mirë. Të shohem. Ani, më në gjithë kanop, më në gjithë me dy kanop ashtu. Si të dush. I kumë bo, po e skenojmë ato që kemi bona atje. Po, i ullim, për sa sekonda do të më kryja jo? Për sa kryni jo? Thjesht, varsisht një ore gjysë kryet. A një aponën për 2 ore gjysë? Jo në alë në dikon, jo më në i shok mua bet. Edhe në fund me glak, ha? A ka me gjytë me glak? Ja, gjytet, jo, gjytet po i lem, po e bojmë sfidën fizike. Pojmë. Edhe pompa? Po, edhe ato. I këma se i keni të zërshme. Bashkë qatë ditë që përdojnë me më thirë ju, e kam i farë pune. Luljeta Mehmeti, që shikos të ndëruar ka në Kosovë kësi margaritar që duhet me iftu ma shpesh në proemisione, me folë dhe faleminderit që për nga pranojnë të më në arë si në ka vinë në shpit vetë. Oksigeni e dini që e juji. Po dhe juji një të bitë. Faleminderit. Policinë e kena për marak. Gaz Hoxha të jeshen në shta dhe ma shpesh më siguri, se i një afratoj në i botë falës të ne ka qelë gjithmonë sytë neve. Si popullëm ka foli. Djali përgatitin, edhe i ka hije. Më falë, Lule. I ka hije gazi. Ta mushtuin një Allah. Faleminderit. Shumë një thjesht si polici kemi qenë me fatë se kemi pasur një menaxhment mirë, si pondalidhem, si femra. Gjithë menaxhmenti i policisë Kosovës duke përfshi dhe drejtorin e tanishëm Kolonel Hoxhën, kanë përkra avancimin e barazisë gjinore, kanë përkra fuqizimin e femrave. Jemi institucioni vetëm në Evropën Juglidore që kemi një agendë gjinore, që është agendë për
rritjen e përfaqësimit femrave në Kosovë, fuqizimin e këtyre cilat janë duke shërby përmes rregullave, ligjeve që kemi, mënyrë që të kemi sa më tepër femra qoftë në polici, mirë po edhe në pozita vendimarrëse. Po ashtu, ka 10 vite që policia e Kosovës ka edhe në shoqatën e grave në kuadrët e policisë së Kosovës, që është përsëri institucioni vetëm në Ballkan, sfundi edhe Shqipëria ka kriju një shoqatë të tillë, shoqatë e cila promovon barazinë gjinore, ndihmon në profesionalizmin e grave me trajnime, avokon për mirëqenjen e grave në policinë e Kosovës dhe gjitha këto. Dhe edhe shoqata, dhe agenda gjinore nuk ishin mujt me u bë pa pas një përkrahje edhe nga menaxhmenti i policisë Kosovës. Gazi këto i shtynë për para, po. Do thot edhe drejtori tanishëm është një motivus edhe një drejtor i cili në vazhdimsi ka përkra çështjet gjinore edhe fuqizimin e grave. Halal, bravo, që si njerëz na duhen. Lula, s'do me na kallzu në sa në shka mësove kështu në FBI, që s'bën me kallzu, po me na kallzua? Tregova. Leadershipin, menaxhimin incidenteve kritike. Bashkëpunimi me ta vazhdo. Bashkëpunimin, përmenda ndër gjërat e rëndësishme atje është edhe krimi ndër lidhjeve, krimi bashkëpunimit. Sot unë me gjithë këta zyrtar policorë të cilët kanë qenë shefa policie në FBI, kemi me një telefonat, kem këtë sfid, kem atë, do të mund të shkëmbejmë, do të eksperienca, sepse jo gjithherë sfidat që mund të kemi praktika se si me i bo, po dikush tjetër ka pas një sfidë të tillë, ka pas një problematik të tillë, andaj thjesht e kem edhe atë kontakt dhe gjithë kolegët e mi tjerë që kryjnë trajnime, është edhe Qendra Marshall, cilën e... Garmish Parten Kirin, që unë jam pjesëtarja e parë e policisë Kosovës. Qendra Marshall, aty shkojnë shqiptarë tonë prej Kosovës, pa pare, pa pullë që i trajnon Amerika, në Gjermani. Gjitha këto, edhe në FBI-n ka qenë do të përkraje Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po dhe Qendra Marshall është një qendër ku janë trajnu nga një numër që e ka mund të përafërt, është mbi 200 pjesëtarë të policisë Kosovës janë, do të thotë edhe FSK-s janë trajnu në Qendër Marshall. Është një qendër, si FBI, është qendër shumë prestigjioze e studimeve të sigurisë. Unë aty kam kryt 4 trajnime në Qendër Marshall, që nga viti 2002, do të kur kam qenë rështere në vitin 2002, kur jam gradu, edhe gjitha këto e kanë bë policinë e Kosovës, edhe trajnimet e brendshme, po gjitha këto trajnimet të avancura në këto qendra prestigjioze të sigurisë kanë bë policinë e Kosovës ajo që është sot. Lulone, si shikus, që to edhe si një njëri që kam qef me i bo dom me bo venit tam, adi menoj me bo se në të këshia për venin, unë e kuptova që nëse unë e menoj një skem të krimit të një farë dalavere, thëmë haqë se këta se kuptojnë, që është kuptova në ty ti qatë skem, ku të mundoj mi zgjidh edhe FBI kyqet, se ata kanë me miliona kësi farë rast edhe përvojnë e përbot, ata ju qojnë juve hartën, fil për mëzajt këtë e lashkrejt. A kuptova që shto? A pipi që ashtu që nuk jeni vishju FBI o këtu? Mund të them se policia e Kosovës ka bashkëpunim me gjitha agensione tjera. S'pë bëjt alavera. Po, edhe me FBI-n ka pas edhe raste që përmes komunikatave tona për media, për shtyp, i kemi bë publike, ku edhe agensione tjera kanë përkra policinë e Kosovës, apo kemi pas operacione të përbashkëta në çështje që kur ka pas ndërlidhje të veprave kriminale edhe në Kosovë dhe në shtete tjera. Jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po edhe me shtete tjera. Qoftë kuadrët e Europolit, ndonjëherë kanë qenë disa operacionet cilat sukseshme të policisë Kosovës, me shtete tjera, mirë po ka pas raste edhe kur kemi pas me bashkëpunim edhe me agjensionet e sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me paralajmëru kështu që aty me thonë dikush haqë se i kanë punë qere këta jo, edhe përëndimi, që të fillë ja qojnë shabloni hazër që shto zgjidhe. Ki pas shizojnë ka herë do, kur dojnë, tap-tapish ku ta shëni lidhë, shko bomër, e tjera. Trajnim në, që ta shke qenë në Jordani. Kemi qenë vërtet në trajnimin që e përmendit ti, është në trajnim në Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe në Jordani shkoni. Po,
edhe në Jordani shkojmë. Ka qenë një trajnim që është organizu me Kombet e Bashkume për shtetet e vendeve arabe. Ka qenë trajnim ushtarak. Do të thotë është akademi ushtarake, ku 2 pjesëtarët të policisë Kosovës, njëra ndërtohen, dhe 3 pjesëtarët të FSK-s, kemi kryer një akademi ushtarake për të certifikuar për pjesëmarrjen në misione paqërujtëse të Kombeve të Bashkuara. Ka qenë një trajnim 4 mujor, mund të them ndoshta në aspektin psikologjik më i sfiduesi. Apo? Sepse duhet ta mendosh që për të certifikuar për misione paqërujtëse, veç ta paramendosh qoftë ushtarët apo policët që kanë ardhur në Kosovë pas luftës. Do të thotë, kanë gjetë rrethana të vështira shtetin e Kosovës. Edhe unë nëse shkoj si një caktuar një detyrë të tillë, duhet të kem një përgatitje mendore shumë të madhe. Trajnimi ka qenë në një temperaturë, do të thotë Emiratet e Bashkuara Arabe, po dihet, temperatura të larta deri 39-40 gradë çdo ditë. Kemi qenë me uniformë ushtarake, rreth 15 orë. Qërë bërallah, lule qëfar fotografia? Më thonë të njerëz se dukem si amerikane. Po, edhe aty me ata të FBI-t, edhe aty po do kështë si amerikane të qysh? Edhe kemi mësu combating, do me thonë disa shkatësi luftarake. Kemi mësu orientimin me GPS, me harta, me kompas, me gjitha këto, sepse shkon një paqërujtja në një vend tjetër ku të një kënje, duhet t'i kesh gjitha këto aftësi. Kemi bërë gjujt, do të kemi pas gjujtje me armë, gjata, njëra ndër më duket fotografia e kaluar ishte gjatë në dhomat e simulimit, ku kemi bërë gjujtje, kjo vajza e parë është njëra ndër ushtarët e FSK-s. Do të nga ona imediate, po, kjo është një ushtare, do të oficere e FSK-s, Fjolla. Ne kemi qenë 5 nga Kosova, kemi bërë simulime në dhoma, këtu e pastaj kemi bërë dhe gjujtje 25, 250 dhe 300 metra, do të këtu nga distancat më të larta kemi bërë me M16, nga në prone position, që i thoi, do të pozicion shtrirë. Gjitha këtu, ne femrat që kemi qenë, se ka qenë Akademi Ushtarake vetëm për femra, të më drejten kemi të reguar rezultatet më të larta nga 157 pjesëmarrëse nga vendet arabe, mirë po dhe vendet afrikane, të cilat vende sot edhe në vazhdimsi janë ballafaqu me piratërin, janë ballafaqu me grupe terroriste si Boko Haram e gjitha tjera. Ndër çështje tjera, apo që kemi, do të module tjera që kemi bë, ka qenë edhe ndihma e parë në rrethona lufte, apo në rrethona të paqërujtjes, kur mundesh me shku në teren, me u plagu kolekt, do me thonë edhe veprimet që dush me ndërmarrë ti, për me tërheq një koleg, vetës me dhonë ndihmën e parë, këto janë bërë nga disa ekspert amerikan, mirë po, trajnimet janë bërë edhe nga ushtria jordaneze aty. Kur e thash ka qenë e vështirë psiqikisht, është se ne nuk kemi pas telefon, kemi pas telefonin vetëm 2 herë në javë, kontaktin me familje për gjysmore, as libra, as televizion, as gjë tjetër, do me thonë, është dashtë të përqëndrosh totalisht në trajnimin. Kështu që mungesa e familjes për 4 muaj, një kontakt gjysmorësh brenda javës, mirë po... Po që shak i sjell? Ato janë rrethana, sepse me ato rrethana mund ballafaqohesh kur do që shkon në një mision paqërujtës. Do me thonë, sepse nuk ka linje telefonike, nuk ka as satelite, as kur gjë që të sigurojnë do të gjithë këto funksionime në telefona mobile. Andaj ne jemi trajnuar dhe jemi diplomu në këtë akademi ushtarake. Dua të falenderoj se kjo ka qenë një iniciative presidentes Atifete Jaga, përmes Sheika Fatimes, nga kontaktet që ajo ka, do të thotë me shtetin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ne kemi qenë policët e para që kemi shku, me sa e di, kjo ende është duke vazhdu, mirë po tani nuk shkon askush nga policia, mirë po shkojnë vetëm nga forca e sigurisë së Kosovës. Një diçka që dua të përmend, ndoshta kur jemi tek misionet paqëruese,
shpresoj se do të krijohen rrethanat qoftë politike, qoftë juridike, që edhe ushtarët e FSK-s, edhe policia e Kosovës, të mund të shkojnë në misione paqërujtëse, sepse edhe ne dëshirojmë jemi pjesë me ta. Të kontribojmë, edhe kemi kapacitete të mjaftueshme operacionale, të kontribojmë në paqen si dhe sigurinë në botë. Kemi arritur atë nivel të profesionalizmit që të jemi pjesë të gjithë këtyre misioneve. Edhe një fakt tjetër, që unë mendoj se është fakt shumë i rëndësishëm, ne jemi ata që kemi kriju institucionet tona nga zero, që kemi përjetu luftën, po të njëjtën kohë që kemi ndihmu vendin tonë të ndërtohet. Andaj ne kemi një eksperiencë që nuk e kanë shtetet e tjera, sepse policë tjerë kanë fillu punën në institucione policore, kanë gjetë ato të themelume. Qoftë me struktura, qoftë me ligje, qoftë me përshkrime punë detyrave, ndërsa ne kemi ndërtu gjithçka nga zero. Prej zeros. Nga zero. Andaj eksperienca jonë, mendoj se do të ishte eksperiencë e mrekullueshme pa shembull, që nuk e ka dikush tjetër, në sigurinë globale edhe në kontributin që mund t'japim për sigurinë globale dhe paqen në botë. Do më thonë, të vranë, të kallën, të groposën, edhe themelet e shtëpieve, që pibje që jo nga zero lule prej minusit, edhe kemi arrit prej 26 vjetë, që me folë Shqip, prej FBI-t me në ardhë, Shqip me folë edhe me vazhdu me kontribu në Kosovë. Se lulja jo në dashur për i thotë do se në letë thjeshtë se për këta e në zakonshme për ne jo. Me shku nga Mish, në qendrën Marshall, me shku në FBI, me shku në Jordani, me shku në Emirate, është punë e madhe me të besu Amerikani si partner me të llogarit. Kështu që respekt e dashnit përjeshme për Amerikë, Britani dhe shtetet tjera të perëndimit. Çështu mendoj? Faleminderit. Thjesht gjitha këto trajnime tash nuk kanë qenë vetë trajnime me pjesëmarrje, po janë trajnime që kërkojnë thjesht përgatitje të lartë për me i kry, edhe gjitha këto e kemi kry ne policët e Kosovës dhe policët e Kosovës. Mes më kont aftë policia jonë edhe mes më kont besueshëm stirë Amerika heqë të rëq ato se si e besueshëm si institucion. Kështu që ku të shini polici, FSK, okej, në shini, po se shini, është mirë mi respektu. është misioni tyre, ashtu t'jenë. Po dhe mi pa, po mes mi pa. Ti doke që bishe, po si e tu e pa. Doke që sështë aty, po është aty. Me rëndësi më ndit sigurt me punën tonë. Me flejt për që e vla. Me ndit sigurt gjithë qytetarët me punën dhe profesionalizmin tonë gjitha institucioneve të sigurisë pa dallim. Edhe pak kam tema me ty, mbas e du këtu dikun krejt, dikur. Hajtë tash lule me sprejtoj, a jera hajtë, u knaqë muhabet? Absolut. Do farë kafe përse, a i knaqë më krejt muhabet, që është kapitohet. Aq po kaloj mirë sa që asuj nuk kam pi. Po që si musafirë, për natë në ndavinës, për na bojnë shpenzime heq. Mirë që për marrin frim, la për na bojnë shpenzime, për marrin frim studion tonë. Shkoni vla merë në përshpijat ju ja frim. Lule që këmbejemi, që i glejus, pësun për ledzoj ma kopa krejt. Quigley. Quigley, jo shpesh njerëzit do të dhe që më takojnë e shqiptojnë mirë. A, thash mirë, la? Shumë mirë. Unë jam bashkëshor tem, është anglez, do të vjen nga Britania e Madhe, jemi martu në Kosovë, në vitin 2003, tash do të thestoj 23 vjetorin e martesës, edhe nga këto vite 23 vjetë, bashkëshor tem ka kalu në Kosovë 18 vite. Do të 5 vite në mision dhe që 13 vite që jetojmë në Kosovë zbashku me 2 fëmijët e mi, Tristanin dhe Trëndelinën. Tristanin dhe Trëndelina. Po, Trëndelina, jo 3, Trëndelin. Trëndelin. Kështu edhe insiston se thot emrin e kam Trëndelina. Thash mos po do më mërshu fartikete, Niger mo habita Trëndelin, dhe është po dhe... Allah, po dhe me zi shprejse. Nëse kështë thonë Trëndelina, mam, është dasht me i thonë, pëse si thonë besimi s'ma shqiptë emri mirë, andaj insistova tjetë Trëndelina. Trëndelin. Që kjo? Me def. Edhe Tristani. Kjo fotografi është bërë në vitin 2012. Kjo është bërë sa dihet djali, mashallah, se Tristani të është 21 vjeç, është student në fakultet. Fotografia është bërë në vitin e 2012 me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë Republikës Shqipërisë, sa kemi qenë duke jetu në Mbretërinë e Bashkuar. Unë thash,
njeriu mund të shkoj kudo, në cilin do shtet, po atë çfarë ka në zemër dhe kush është nuk mundet me ndryshu. Unë jam shqiptare, jam rrit këtu, 2 fëmijët e mi, sado që kam qenë në Mbretërinë e Bashkuar, në një qytet e rrethuar tërësisht me shoqëri angleze, të cilët janë shoqëri e mrekullueshme me vlera shumë të larta, edhe më kanë mirë pritë si është mas miri, edhe familja dhe shoqëria, edhe familja e bashkëshortit dhe shoqëria, po fëmija mi, përpos që babën e kanë anglez, janë edhe shqiptar. Edhe për mu ka qenë prioritet që ata ti edukojnë në frymën më të mirë kombëtare. E kjo ka qenë njëra ndër to. Unë me fëmijë dhe bashkëshorti do të duke shiku televizorin, festën e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë, edhe fëmijët do të dveshur kështu. Fëmijët e mi sot flasin 2 gjuhën shqipe, e flasin, e shkruajnë, lexojnë vepra. Ko pa videot e poshtë që... Lexojnë vepra, do të shkrimtarëve kosovar, edhe kur i pyet se çfarë jeni, tri thot shqiptar, më mos vetë mu. Kjo është kjo shpreha Tristani që do të thotë mos bësh shaka me mu. E ç'është majore nuk e din anglishtën ti? Çka pak keq? Se di. A fol sot kokni, a? Tamona. Me të thonë se në fillim... A fol anglisat Amerikë, dyja, ta? E kam mësu gjuhën angleze vetë jo, si gjithë kosovarët, duke shiku filma angleze, duke lexu titrat, pastaj kam kryu shkollim, do të të në Angli, kam kryu 2 shkollime, do të të një universitet, pastaj edhe një shkollë të lartë për përkthim, sa kam jetu një periudhë kohore, do të jam largu nga Policia e Kosovës në fund vitit 2004, pas 5 vite shërbim, do të që nga viti 2000, në shkurt viti 2000 ju kam bashkangjitur Policisë Kosovës me gjeneratën e 3, ndërsa në vitin 2004, fund vitit 2004 jam largu, rrethanat familjare, unë u martova në Kosovë, familja ime, isha unë personi vetëm që punojke, vëllezërit ishin familje, baba, do të të motra, edhe do të të familja e vllaut, nga gjitha ata isha unë e vetëmja që punojsha. Ti kërkojsha bashkëshortit tem të jap dorëheqje nga policia e Anglisë, mënyrë që t'jetojmë gjithë këtu bashk, do t'ishte e pamundur me një pagë. Ta bëjmë. Andaj, unë u detyrova me dhanë dorëheqje për Policisë Kosovës dhe ne ikëm shkum me jetu në Angli. Mendoj, edhe sot, pas kaq vitesh, ai ka qenë vendimi ma emocional edhe ma ironi që ku marrë, vendimi ma i vështirë që ku marrë me dhanë dorëheqje. Edhe sot, thjesht, bëjmë emocionale kur them këton. Kemi jetu në Mbretërinë e Bashkuar me bashkëshortin, ai ka vazhdu me punë, unë kam kry shkollim atje, jam punësuesi përkthyese në katedrën e gjuhës në Universitetin Georgetown, i cili ka ofru pastaj shërbimet përkthimit për sistemin gjyqësor, policinë edhe imigracionet atje. Diçka që dua të përmend, unë vazhdimsi kam qëndru në rrjedha çfarë po ndodh në Kosovë, edhe kurdo që kam përmend edhe me policinë e Kosovës, kurdo që kam thënë home, shtëpi, do me thonë ata gjithë miqtë e mi kanë ditë se unë po flas për Kosovën. Është një shprehje angleze, mund ta largosh luljetën nga Kosova, po jo Kosovën nga luljeta. Do të thotë kjo. Unë sa do që jam largu. Anglisht. You can take luljeta from Kosovo, but not Kosovo out of luljeta. Po vish fol anglisht si shqip dyqysh. Ata që s'pedin anglisht, për dalin për japi një theks bati për... Hani bëj lulli, hani. Unë nuk kam mund, do të thotë në asë një moment, në asë një frymarrje timen, me harru, do të të vendin tem, kam qëndur në rrjedha dhe ka qenë një moment kur mu më ka vdek baba në vitin 2007, pak para, do të të një vit para pavarësisë Kosovës, edhe në vazhdimsi nga ajo që kemi përjetu nga lufta gjitha këto, baba jem gjithmonë të kishala nuk vdes pa e prit pavarësinë e Kosovës. Baba më vdeq vitin 2007, u bo pavarësia vitin 2008, në dhimbjet babës kur vdeq që thëmë bashkëshortit tem, thëmë, nëse nuk kthehem në Kosovë sa ti kem prind gjallë dhe sa i kem fëmijët e vegjël që ata ta kuptojnë se kush janë, ta ndërtojnë identitetin e tyre kombëtar, kosovar, se kjo është përgjithësia jemja. Ti mund t'i mësosh për traditat edhe vlerat e tua britaneze,
ana jeme është që unë t'i tregoj atyne se kush janë si Kosovar, si Shqiptar, traditat, normat, vlerat, kombëtare që ne kemi. Thash nëse nuk kthehem sa jenë këta të vegjël, nuk do kthehem asnjëherë. Edhe dëshira që thjesht se mu ka duk që nuk e kam përfundu misionin tim si policie e Kosovës me i shërby qytetarëve. Sa do që jam integru në shoqërinë angleze, kam punu, edhe kam punu një punë shumë të mirë që ka pagu, thjesht ka pas një pagë shumë të mirë, që unë kam mujtë me jetu shumë komfort edhe shumë rehat atje, po nuk ka qenë Kosova. Kështu që bashkëshorti, nga i kam bajt men këto fjallë të mia, në vitin 2013, pas një pune 30 vjeqare si ushtarak britanez dhe polic britanez. Në këtë lokë që ka shkallaj, pa pyetje për burrit. Edhe aplikon për pensionim dhe më thot mu, i shkon mirë, më thot me shku me po nonën, se si e kon moti, thot po ndërkohë, thot, shi edhe për me i regjistru fëmijët në shkolla atje, thot se kismet ne do të ikim shtatorë Kosovë. Që shta anglisht kismet? Që shqipë? Okej. Edhe, unë thëm... Shka të gjetë bëta? Shka të gjetë, thjeshtë unë, jo që pa të haru, po thjesht një farforme nuk prita që bashkëshorti me marë atë iniciative një pare, po. Atë iniciative dhe atë mënyrë, se i kam betë në kujtes ajo emocionit që unë e kam thonë ato. Edhe thë po, unë i kam dërgu aplikacionin për me u pensionu, tha dhe do t'ikim në Kosovë, kështu që unë erdha në Kosovë, shikova për shkollime, edhe burë e këto? Edhe në gusht viti 2013, unë dhe familia ime me djalin 7 vjeç dhe vajzën 5 vjeqe, jemi këthy në Kosovë për tjetu, pa dit as si do të adaptohen fëmija. Unë më lejojshin procedurat ligjore, do të aktet normative të policisë Kosovës që të aplikoj për i kthem policinë e Kosovës. Bashkëshorti për disa muj, do të pa punë, pa asgjë, mirë po vendosëm të kthehemi. Unë vazhdova, kam mujtë ndoshta të punësuam edhe diku tjetër me kualifikimet që i kam pas. Mirë po dëshira em ka qenë me u kthy në policitë Kosovës, me u kthy në uniform, edhe me vazhdu misionin të cilën e kam fillu në shkurt të vitit 2000, kështu që pas 7-8 muaj procedurash, testimesh fizike, testimeve mjekësore, gjitha ato procedura që janë kërku. Sa interesant të paske. Edhe jam rikthyer në policinë e Kosovës në vitin 2014 dhe tash 13 vite po vazhdojmë me jetu në Kosovë, me shërby, edhe me u mundu, me i dhonë atë më të mirën që mundemi edhe qytetarëve, edhe vendit tonë, duke shërby në uniformë. Burri, a punon në Santu? Bashkëshorti punon me një organizatë ndërkombëtare në Kosovë, mirë po, ka qenë edhe në disa misione tjera, ka qenë misione në Ukrainë, para luftës në Ukrainë, ka trajnu policinë e Ukrainës, sepse është polici forcave speciale të Anglisë, andaj për 3 vite ka kalu pak para luftës, do të 2-3 vite para luftës i ka trajnu edhe policinë në Ukrainë, ka punu në Macedoni, tani që 4 vite punon në Kosovë, edhe është thjesht pa marrë parasysh edhe ai si unë, thotë shkoj ku shkoj, po përsëri Kosova është vendlindja, Kosova është vendi. 18 vite. A të bërë Shqiponjen? Po i bërë Shqiponjen, e po dëgjon muzikë, shqip besa, besa e gjitha këto thjesht. Ne folë, ne kupton shumë mirë gjuhën Shqipe, ne kupton mirë, me nanën tem flet Shqip, sepse nana nuk e flet gjuhën angleze, ndërsa me të tjertë, sepse ne Kosovarët kemë shkatësi shumë të mira, gjithë jemi folës disa gjuhëve të huja, ndaj shumë rralli vjen me përdor Shqipën e ti, sepse po ka Kosovarët gjithë që po e flasin Shqipën aq bukur. Anglishtën. Anglishtën, në Britani, polic ka qenë edhe ushtarak, ako në Sasa? Ushtarak britanez. Zdo me forma të e për e, Lula, më kalë të në pasë të këmarak për nej. Ushtarak britanez. A një vetë ku të shka, se nështë ta kja rrube veta i konë në Sasa në SBS? Ka punu edhe si polis ka punu në Irlandë, edhe si ushtar dhe si polis ka punu në Irlandë në Veriut. Në kotë Iris edhe Sinn Féinit Gjeri Adams? Në kote problemeve që kam pasur, do të... Tash është qëtësu shqyqër atje, mati është Tash është mirë, është mirë. A të tha ushtaroku përgjishë u shkurt për të ati vetë? A ta qef me ditë, da kemi me këta?
Me këtë Kosovës, Anglia. Sa ma pak me folë qa që ma mirë është. Kur për në dënoni, atë kanë dënua? Po shkrujmë aty, nuk po flasim. Shkrujnë aty, a këtu të folë. Kur të pjupja me folë të në, vish me dënu. Ja për da është të vetë për qatë. A një shëqur që e kemi këtu. Hajde dhe mushit minë zërë fjallë. Ne kemi thjesht, kemi ardhë një anglez që po jeton në Kosovë, që është i knaqër në vendin e donë Kosovë. Ata në kanë pështu neve, Kështu që... kur të thojnë ata po është. Po thua? Kur të thojnë ata him që tu i trajnojmë qëta, ata nuk shkoqen kur. Jo një popull që ruajnë me fanatizëm, thjesht vlerat e tyre, traditat e tyre, jo një popull shumë pragmatik. Thjesht janë shumë të drejt për drejt, edhe në komunikim edhe gjitha ato që mendojnë e thonë. Ska të dalaverë, be ta qitë paronash. Edhe të mdrejten mu kanë mirë prit shumë mirë, atje, edhe ende kemi thjesht shoqni, gjitha unë kam miket më të mira, shkojmë spaku herave të tjera kur kam jetu në Angli, gjitha pushimet i kam kalu në Kosovë, do të 5 javë kom marrë pushim verës, si gjithë diaspora me kalu me prendë. E tash? E tash, ikim spaku ndë njerë për vitri, ti vizitojmë meqt atje, unë kam 2 fëqinjtë e mi, komshit e mi, janë një zonjë dhe një zotëri që mu më kam pranu si vajzën e tyre atje. Ata po ashtu i kanë marrë flokt, do të i kanë prej flokt vajzës time të Rëndelinës. Që komar që i thoi, po? Po, ju kom tregu rrët traditës tonë... Trëndelina, jo Trëndelina, u habite. Me e gorë. Nuk e pashtë që, po mirë se të një pastaj Trëndelina ma të reqë vërejtin edhe mua atje ku shkë shpe. Jo, po du me abo me dhjetë Trëndelinës që u mësumë. Unë ju kom tregu rrët traditës, se ata thjesht nuk kam pas fëmijë të tyre, i kom tregu Gjonit dhe Kethit për traditën shqiptare, rreth do të me aprej fëmijët flokt, edhe si 2 familjet, jo, 2 familjet pastaj miqësohën edhe 7 gjenerata tutje, si pas shkon Gjoni e blen kanune e lek Dugagjinit shqip anglisht, edhe lexon komplet kanunin e lek Dugagjinit, edhe kupton se pre nga vje kjo traditë, edhe kur vinë thjesht në shpe për me marrë flok të Rëndelinës, e shoh me një tabak në dorë, me një gotë kristalt, me gjitha këto, do me thonë edhe e çmojnë shumë kulturën tonë, vlerat tona kombëtare, unë gjithë miqve të me anglez, edhe në Irlandën e Veriut, ju boj dhurata, kur do që dërgoj dhurata, ju boj dhurata cilat kanë vlera kombëtare. Ju kam dërgu hartë Kosovës në filigran, ju kam dërgu qiftelin, që shumë shpeshe përdori, qilimat që i pashë dhe ju në studio këtu i keni. Ju kam dërgu dekorime, cilat janë të punume nga dheu, do të thotë tava, pastaj këto veshjet kombëtare, do të thotë shumica e miqve të me në Mbretërinë e Bashkume, edhe në Irlandën e Veriut, kanë nga një copë Kosove në shtëpit e tyre. Po mbi gjitha, ju kam dërgu edhe librat shumët të historisë Kosovës, sepse sa do që unë kam folë për historinë, që unë e kam kalu, që nga vitet e 90-ta, si nxënës e shkollës mesme, e pastaj si aktiviste, gjitha këto, ata duhet ta mësoj edhe një histori të kaluar, do të më të hershme të Kosovës, dhe ju kam dërgu zakonisht edhe libra, dhe librin e Noel Malcolmit edhe libra të tjerë, cilët janë të përkthym nga Shqipja në gjuhën angleze, që ata të kuptojnë më shumë se kush janë shqiptarët dhe kosovarët. Nuk është rastisht patriote lulja me kolegët dhe kolegët e vetë, sepse pjesa dërmuese e këtyre grave dhe burrave kanë edhe historinë e lidhne me Kosovë. Hajtë një fotografi me një gjempere kam lullen. Jo me gjempere, jo, po më kujtu tradita dhe patriotizmi në FBI. E kemi një foto qërë lullen. Kjo është në Amerika, po lule? Po, kjo është, do të të njëra nga aktivitetet që bëhet në Akademinë e FBI-s është edhe nata ndërkombëtare, do më thonë ku ne që jemi polis ndërkombëtar, tregojmë traditat tona, qoftë me veshje, qoftë përmes ushqimit, edhe marim sa do që kemi mundësi, sepse ti kur uton për Amerikë është vendi largë, është pak vështirë, ndoshta me marrë gjërat shumëta, cilat tregojnë se kush jemi ne,
E ndërto është, me sa di, duhet ta keni edhe një fotografi tjetër, është me flamur të Kosovës, po në... Flamurin me vetë, si tha ambasadës, a kem Virginia të shto? Në të vërtet, Akademia e FBI-si ka flamurat e të gjithë shteteve tjera që janë pjesëmarrëse edhe të Kosovës. Mirë po, unë ambasada e Kosovës në Washington DC na ka përkrahur rreth plisit, do me thonë që mund ta keni aty, e keni një dekorim, do të keni një emblem të nanës Terez, e kemi monedhat i lire, edhe kemi, do të edhe traditën e do të Kosovës, nuse, do të se singjërosen, edhe një guid të Kosovës, edhe revistën Mbrojtësit Policisë Kosovës me fotografin e herojt Afrim Bunjaku. Këto ushqimet unë i kam pregadit vetë, sepse edhe ushqimi është një tradit, një normë, do të se si ne i pregadisim ushqimet gjitha këto. Lula, për dhe me pregatit veta? Pi teksti selde? Naturisht. Pasole, borjan e krejt. Gjitha. Që marrë farë fotografie. Mushit për di, shka ka du mi falë Lullës edhe burit vetë. Hajde, Stafi. Bol në dhimet, pëjt Lulle. Bol kome në dhim, që ajo po e blejmë herën tjetër. Ja, plisin për të bëja falë. Kuj kam që i kom marrën berat dë. Lulle, pak më të tekti mi merë dëtë po zgjede. Një, kemi kështu. Jo, nëse është edhe për mua dhe për shokun, atër dëtë po i marrë. Ku shok? Tash, paramendoni sa bukur duket një anglez me vendos këtë ples. E paramendo dhe ti këta, me këta që për ti falit dëtë. Lutem. Ja, dhe në qëtër Shqipni, direkt labë, bëshku me blejë 10 sopa. Ti lamë kështo, se kështë sa bukur po dukur. Falemderit, shumë besim, falemderit. Ne, policia, si që deni, nuk kemi të drejt të marim dhurata. Pse? Sepse duhet, mirë po, këto do të qëndrojnë në zyren time. Kjo është. Si dhurat nga oksigeni, për kohën që kemi kalu këtu, për me fol për gjërat mira të Kosovës edhe të policisë. Shpirti nga kiknaq, nga shkanijëm për një mak shqiptarë nga kjeri kujtu i heqe mire kemi. Falemderit, falemderit. Tashi, fotografi me gjemper. Tash që shtu për titullojat foto, se ka, ashte po në unë e qëre. Urna Lule fol. Kjo fotografi më sjell shumë emocione. Kjo është fotografi e vitit 92, me sa më kujtohet. Unë si vajzë e rej në shkollë të mesme. Në atë ko unë mbyllën shkollat. Në mbyllën? Na i mbyllën shkollat. Unë kam qenë e helmuar gjatë në shkollë të mesme, se njëra ndër nxënësit e shkollës mesme, në vitin e parë shkollës mesme, në gjimnazin e Gjelanit, gjimnazin Zenel Hajdini. Kam pas thjesht edhe si tri, edhe si shoqëri, është dasht të gjejmë mënyrat më të mira, të adaptohemi me atë çfarë na ndodhe neve. Do të me u mbyll shkollat, u përjashtu mjek nga puna, do të ndodhen shumë gjëra, do të në Kosovë, dhe në kuadër edhe të shoqërive kulturore. Mirë po dhe në kuadër të bashkësive lokale. Kjo është një takim që është me sa më kujtohet nga ambienti që po e shoh, është mbajt në shkollën e fshatit Malishev. Pra neshëm kujtohet se kanë qenë Don Lush Gjergji, Gjavit Ameti, të edhe figura kombëtare të cilet janë marrë me çështje kombëtare gjatë viteve të 90-ta, dhe unë, si nxënëse, tash kam qenë nxënëse e shkëlqyer gjatë gjithë shkollimit tim, kryetare shkolle, jam marrë me aktivitete shkollore, kam udhëheq këto takime, këto aktivitete, edhe me shumë pasion, edhe familja edhe shoqëria gjithë e kanë po atë pasion, e gjamperin që e kam veshur e ka thurë nana e shoqës si me ngushtë, e cila është po ashtu në fotografi Lumja, që është doktoresh tani në Preshev, edhe zonja Alije, edhe ka thurë për 2 ditë, se unë isha në vizitet, e ne si shoqe kemi qenë shoqet pandashme në protesta studentore, në aktivitetet gjithku, do me thonë, kemi përjetu një gjërata viteve që kemi qenë 90-ta, kemi përjetu shumë gjëra. Edhe andaj ndoshta nga kjo që kemi edhe për çka të flasim, se kemi përjetu helmimet, mbylljen e shkollave, kemi përjetu luftën, pas luftën e gjitha këtu.
Edhe nana lume se ka thurë Gjamperin për 2 ditë, kur I tregova unë se do ta kemi një aktivitet. Do të thotë Gjamperi ka Shqiponjen edhe në fund shkruan Republika e Kosovës. 92. Vitin 92 edhe them drejtën ka qenë sfiduse edhe pak nuk s'po di tash a guxim apo naivitet nga ana ime që nuk jam tut. Pastërti shpirtërore. Se unë kam mendu se jam në rrugën e drejtë, sepse nuk po kërkojmë asgjë përpos liri, përpos shkollim, përpos edukim, përpos në tokën tonë. Andaj ky Gjamper nga ky aktivitet, unë pastaj kam vazhduar edhe me aktivitete tjera të shumta, vitet e 90-ta, pas kësaj kam udhëheq festivalin kombëtar Flaka e Janarit për 3-4 vite, si moderatore e festivalit. Ky është një shkrim, do të thotë që e ka marrë një agjendë e festivalit e natës kulturore me këngë folklorike që mund ta shihni disa tituj, aty janë tituj thjesht taman këngë patriotike. Qëto? Po shkëpi afrona, folti, Lule. Mundesh me pa, ndonjë. Ku bi marrë syzat, Lule, gara? Do thot festivali në fillim është mbajt në shkollën e fshatit për Lepnic, pastaj kemi vazhdu edhe në teatrin e Gjilanit. Kanë qenë shumë njerëz të angazhuar rreth festivalit, unë kam qenë moderatori një vajzë e re, po me sa më kujtohet nga kujtesa që kam, kërkoj falin dhe se harroj dikën, ka qenë profesori Sa Jakupi, Zet Kallaba, shkrimtari Sabit Rustemi, ka qenë po ashtu gitaristi Mehmet Ali Arifi nga fshati im, edhe shumë të tjerë që kanë kontribu për të ruajt dhe mbajt gjallë kulturën dhe traditën shqiptare, do të thotë në kohë të vështira kur organizimet janë bë vetëm me baza vullnetare. Unë kam qëndruar në skenë 3-4 orë, në ato kohë për 3-4 vite me udhëheq Flakën e Janarit, ka qenë problematike edhe nga aspekti sigurisë ime personale, sepse në moment që kam dalë në qytet kudo që jam dalë, unë jam dalë prej policisë në vazhdimsi, jemi ftu edhe në biseda informative ndonjëherë nga ish policia që, si që thash, ka qenë aparati shtetit. Lula, ti lexoj titujt e këngëve. Mundesh ndonjë zgjeve. Jo, kret qërë hash, valle popullore për punuar, njeriu qëndres, këngë për fëmijë, 3 pushka krisi u flak qielli, 4 gjithë shqiptarët sa janë. Du më thonë është grupi përzirë këngëtarëve, Shikami, Sokoli, kjo tjetra, vish për lexoj titujt, në atë kohë që u kone pa imagjinushme për brezat të ri, që ta kanë bo, që ta lulja me lumen e me shoqeve. Ditë e zezë o në janar, tjetra, në Kosovë pranvera Snalet, pyet Kosova, konga tjetër, pyet Kosova për një qik, moj Kosovë lullë pranverë, do të kthehem nën, tjetra, fotografia tjetër. A e dije, rina, gura kuqi, burë, flamur, Bajramcu, rifjall ka quë, apo vini sot me mnimue, Tiranë e bukur, pushoni dëshmor, këngë e barot, Isuf Gjelili, Kaçanik, oj, Kaçanik, o shkam begur. Pritesh, për flamurin e Skenderit, luftojnë djemt e... I dreserit. është emocion... Sonë të ma kanë lakmi, jo moderatorët e Kosovës, por moderatorët e krejtë botës, qëfar mësafiri kom? është emocion, sepse... Lemër të fulli, pëse me i lullës për blenë, krejtë emisionet në për botë ma kanë lakmi sonë të mu, qëfar mësafiri kom? është emocion, sepse ju në kanë rrethona shumë të vështira për tërë popullin e Kosovës, të dalësh në skenë, si unë, si gjithë të organizosh një festival tillë në atë kohë, kur në salën e teatrit të Gjilanit, pastaj edhe në salë të kinemas, të kesh forcat speciale sërbe aty, edhe të shikojnë vazhdimsi, të mësojnë kush jeti si person, edhe gjitha këto, edhe pastaj tani çdo herë, asnjëherë s'ke mujt me qenë e lirë, edhe me dalë, edhe me jetu, edhe me funksionu si individ, të më drejtën në asnjëherë se ka mendu vetë vetën aty. Edhe sot e asaj dite, kur ndalem edhe me ndoja, kisha vepru ndryshe, nuk besoj se kisha vepru ndryshe. Një breng do shta që kam pas sigurinë e familjes, pak ma shumë, kam pas sigurinë e familjes, sepse
vllau u kërkoj ke për ushtar, vllau i vogël, u largu prej Kosovës, sepse në ardhshin policia, në ardhshin gati çdo një javë në shtëpi, duke ditë aktivitetin tim, pastaj duke ardhur me pretekstin se po kërkojnë vllaun sepse ka refuzuar të i bashkangjitet ushtrisë jugoslave atko. Edhe kemi pas vështirësi të vazhdueshme. Po jo vetëm unë, do të thotë unë mund të tregoj do të tregimin tim, historin tim, rrugtimin tim. Si e sonte përfaqësuese gjithë patriotëve shqiptarë që do. Të gjithë do të thotë kanë qenë ata të cilët kanë pas probleme rreth sigurisë, edhe unë brengën më të madhe kam pas sigurinë e familjes time, jam friksuar se po i ndodh diçka familjes, shkaku një aktivitetit tim. Ndonjëherë baba em më këshirë me një farë dëmshurie, po kur e pa ka atë entuziazëm timin, asnjëherë thjesht nuk më ka thonë diçka, bile gjatë kohës luftës, kur do që folshim se disa arritën me u largu nga Kosova, qoftë rrethanave, qoftë me i shpëtu fëmijët e gjitha këto, unë thësha babës tem, kishim 3 fëmijët e vllaut në shtëpi, mosh 6 vjeç e më të vegjël, dhe thësha babës tem, si po bëjmë, do të thotë, se unë isha me madhja në familje, si do ja bëjmë, si do ta bëjmë, thëke, po nuk kam ku shkoj për shtëpisë tem, oj çika jam. Nuk kam ku shkoj për shtëpisë tem, andaj mos më bëj këso pyetje, mos më bën këso pyetje tjera, ne nuk kojmë, kjo është shtëpia jonë, nuk kem ku shkojmë për shtëpisë tonë. Do të thotë edhe. Lule, e kam dëgju një histori, mundesh me smith thonë, që e dal me lyp shtëpi pare, për me pështu babën që ju kanë kërku, që ju kanë kërcnu policia serbe, je dal me lyp pare, fukarë lëkën të në anë, me pështu babën, për ndryshë kanë mi vra krejtë, kësi farë pleçkitje që kanë bota, muj mi te kalu, që do në mi thonë, me asë po, nashta është frymëzuese për shikusin. është diçka që... Mi pa që nuk ora se shku është sot kjo. është diçka që thjesht me emocionon shumë. E kalojmë? Jo, po e tregoj. Mas e përmende po e tregoj. Gjatë kohës luftës me 16 prill, banorët e fshatit Malishev, është rrethu fshati Malishev dhe i është kërku fshatarëve të alshojnë fshatin. Jemi largu, kemi qëndru në fshatin Pozheran për 10 ditë, edhe kemi insistu me u kthy në fshat. Sa do që na kanë dërgu të kufiri me Macedonin, gjitha këto, ne kemi insistu dhe kemi, si pas asaj që do të gjithë fshatarët kanë grumullu pare, që kanë mujtë, do të holla që me i pagu, me u dhonë, do të veç me nalon me u kthy në fshat. Kur jemi kthy në fshat, personat e njëjtë, do të 2 policët e njëjtë, të cilët janë ardhur gjatë viteve të 90-ta, ka fundi viteve 90-ta, pak para fillimit luftës, me kërku vllaun e vogël, për me bashkangjit ushtrisë, vinë tek shtëpia jonë këtë lufte. Edhe dëgjojmë një zhurmë veture, në atë kohë askur s'guxoj me lëviz, ne me zi që qëndrojshme në shpe dhe atë, pa dalë në borë, të mundu me qëndru mrenda, mes me u pa se ka njerëz në atë shtëpi, sepse fshati ku unë jetoj, ka qenë në njërën anë kam pas kazermën ushtarake në hyrjet Gjelanit, do të kazermën ushtarake të ushtrisë Jugoslavi, ushtrisë së Serbisë, si dhe në anën tjetër do të në një kodër që ka qenë do të pjesë strategjike, e ka pas bazën e logjistikës së ushtrisë Jugoslave Sërbe. Edhe do të fshati ka qenë në një lugë që ka mujt me u prej të 2 anëve, do të me u sulmu. Kështu që ata individ erdhen, edhe kur e dëgjun veturën, unë po i thëm babës, mos delte, po dalun me nanën, nëse na shojnë femëra, ndoshta nuk na thonë asgjë. Edhe njërin nga ta thot kusht Arbeni, vllau. Edhe unë nga ajo që pa ta mësu me ata të në ardhë shpet çdo herë, pak ndoshta me një guxim të tepruar, kështu thëm, po thëm çfarë vini ju ta kërkoni Arbenin këtu, thotë unë ju kam thënë disa herë, nuk është kjo hera e para që po vini. Arbeni është rritur, Arbeni është 18 vjeçar, mbi 18, ne nuk na jep llogari ku shkon ai, po kur ta gjeni na tregoni edhe neve se as ne nuk e dim. A vllau në atë kohë ishte vetë ushtari UÇK-s, ishte do të thotë në brigadë në Koshare. Edhe kur unë i them ashtu, njëri nga ta më shon shuplak fytyrës edhe më shtyn gjoksin e nanës tem, edhe thot një shpeje që s'du me përdor këtu. Edhe më thot i thu babës, i ka 24 orë të na sjell 1500 marka
në këtë lokacion. Na jep një lokacion do thot në qytetin e Gjilanit. Edhe ajo është hera parë që unë kam kajt gjatë luftës. Sepse gjithmonë jam marrë me fëmijë, me ju lexu pralla, me ju lexu libra, që fëmijët të harrojnë paka shumë Me hutu fëmijët që mos ta ndjejnë efektin e luftës që ne i territorit e pashim se çfarë po ndodh. Si në atë filmin që e kallëzon fëmijët pra. Edhe aty kam fillu me kajt fëmijët e vllaut, po dhe disa fëmijët kusherinëve aty afër më janë rrethu dhe po thonë diçka që nga keq se kjo po kanë. Do të thotë kjo s'ka kajt tash. Unë kam qajt nga jo se neve në largun prej shpis edhe kam ditë se s'kem të holla me ju dërgu. Edhe kam ditë se si do të veproj tash e tutje që me shpëtu familjen. Mbjetuam deri tash, që ka me bo tash në këtë çështje. Ku mi marrë 1500 markë? Edhe nana jem, si gjithë nanat shqiptare që janë mësu, në rrethin e rrobave të fëmijëve të vllaut, do thotë kish vendos disa pare, kish qep në to dhe po fillon, po i shkep gjithë ato dhe po shikoj me uti çka është të bo. Edhe kur arritëm me i bo 249 marka. 249 marka arritëm me i bo, edhe disa kushëritant që tash jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë shku si refugjat atje, na i dhanë edhe gjysmë tjetër edhe i bom 500 edhe baba po mendon se nëse ja u dërgoj këtu, ashtu kështu kjo është, ata duhen veç të marrin diçka. Ndoshta pajtohen me këtë edhe nuk thonë asgjë. Baba është shku me ja u dërgu ato të holla edhe në kam, kupto se s'ke mujt me lëviz me kur gjon atë ko, edhe kur kthehet, ata e rrahin babën shumë keq, i marrin ato të holla, e rrahin babën shumë keq, pesa e këshin thy dorën këto, kyqin e dorës ka ardhë, i ma vijosur, absolut s'ka mujt as me ecë në kam për me ardhë në shpe. Edhe një fqini jonë i parë, gjatë këti rrugtime e që babën tem s'kaj rrugës, do të plëndum ashtu e të rahur, e krejtë dhe s'jel të shpia. Baba më vazhdimësim dhe ke mu largo më prej shpis, të lutem shko diku tjetër, të lutem shko diku mos rri. Sigurisht i kam bona i kërcnim babës rrëth meje, që asë njëherë s'ma ka thonë, po më thë gjithë tjerë ti mos më rrinë shpe. Unë edhe më thotë se i kanë thonë i ka 24 orë tjera ti sjell të hollat e tjera. Kështu që unë me këtë kojshiun e parë, i cili na ofroi ndihmë, edhe thotë bia jem thotë na do dalim, thotë do të shikojmë me i grumbullu këto parë. Ka qenë shumë e vështirë në aspekt siguri, sepse fshat jem Malishev, edhe ka dhe është Malisheva e përme, kështu na shpije duke përdor obore këto, mure këto, në mënyrë që me shku, edhe unë kam shku në 2 fshatra kështu, duke u fsheje, duke ik po zbloqeve gjitha këto, edhe kam kërku, kam lyp, me një fjallë, pare, shpi. Me pështu babën. Me pështu familjen tem, do të thotë babën, motrën, nanën, edhe do të thotë një pat fëmijët e vllaut, sepse ata i kërkojshin këto të holla, edhe me kërcënimin se nëse nuk i sjellim do të vinë me na djegë në shtëpi. Edhe njeriu mund me falë, do të thotë se falja është virtyt i njerëzve, po kjo është diçka që ende nuk kam arrit me falë, edhe se nuk harroj asgjë, po njeriu duhet me vazhdu me jetën edhe për një vajzë të re në mosh, me ullë dignitetin e saj njerëzor e me dalë, me lyp, për me shpëtu. Për plashkica, për hejna, për vrastës. Është diçka që thjesht ju kam tregu edhe fëmijëve të me, se njerëzore. Ama kënej me bo, mishkel kush, tokën Kosovës s'kja bohet për sëri luftetare, po kjo është njerëzore, po qanë. Mësë do me ti në lot, vishëm, që u lulle se zisha i shboj që atje, vish ku ta shiri. A ki glokin me veti? Në uniform... Po do me të qëtësu. Lutem. Është diçka që... Njerëzillëk, policia jo ka njerëzillëk. Gjithë këto që na kanë ndodhë, këto sfida, na kanë formësu, na kanë brumos,
brumos, me qenë këto qenje njerëzore, këta njerëz që jemi, që me dasht venin, me dasht njerëzit e tjerë, me çmu kur dikush ndihmon, edhe me çmu mikun, edhe me çmu vlerat, edhe me qenë profesional edhe me punu ndershmërisht. Unë mendoj se gjithë këto krijojnë si qenje njerëzore. Andaj, është ka qenë pjesë e jetës e dhemshme, por që më kanë bërë shumë atë fort edhe më kanë bërë kjo që jam sot. S'pe du mi përmend me dhe me Ivan Kejes 22 kilometra mesi. Jo, mirë. A i trajnova emisionet në përbot, i trajnova sonte me Musafir. Besoj që në këto momente në emisionin në bot ka Musafir më të mirë. Unë është hera parë njët, jo vetëm si zyrtare policore, si eprore, po është hera parë njët si luljeta dhe si individ, po që po shpalos gjana kaq personale për publiku në një emision televiziv. Jam mundu gjithmonë me rujt këto letë themi jetën tem, rrugtimin, po vjen një moment jetësor, mendoj që gjithë, varsisht rrethonave jetësore dhe moshës që ke prioritete të ndryshme. Kur je vajzë e re, ke prioritete me zhvillu vetën, ke prioritete me punu, me kontribu e gjitha këto. Po kur vjen në moshën që unë jam tash me 2 fëmijë, 21 vjeçë dhe 18, Tristani dhe Trëndelina. Edhe me një gjenerata të reja policore, të cilat i bashkangjiten policisë në vazhdimsi, ne duhet kujtohemi që të ndajmë edhe sfida tona, edhe rrugtimin ton me ta, mënyrë që edhe ata të brumosën dhe të kenë këtë nivel të atë dashurisë, të kuptojnë se nuk është e lehtë të kalosh në për këtë rrugtim, dhe edhe arritjet kanë sfida, po nuk duhet me u dorëzu, po edhe tjetra atë dashurin duhet me kultivu në vazhdimsi. Nuk është diçka që ndodh një herë edhe vazhdon. Po duhet me kultivu tek të rritë, sepse sa më shumë vite që kalojnë, aq më vështirë do të të edhe për ne bëhet edhe kujtimi i gjitha këto, nëse nuk i shkruajmë gjërat. Andaj, duhet të inspirojmë të rritë, sepse sfidat edhe gjërat që mund të ndodhin jetë asnjëherë nuk janë ndalesa, asnjëherë nuk mund me të ndalë me arrit ato që don ti, qoftë për veten, qoftë për vendin. Janë ato që ndoshta veç se mund të ndihmojnë me kuptu vetveten se sa i fort je, edhe me shku përtej gjitha sfidave që me arrit qëllimet e tua. Andaj, unë mendoj se ne veç duhet me ndasht hera parë që po i ndaj, s'po di që është del emisioni, emocion... Sa, e për shpolla? Jo fare. A donë që të emision ti? E shikoj. E du emisionin e shikoj, ndoshta dhe shkaku se ka qenë emisioni jëtën edhe ka vendos me ardhë, për mënyrën qysh e bën, sepse njeriu mas pari du të me qenë real edhe i vërtet me vetën. E unë po dina shumë shlirë, sepse po jam shumë ajo që jam. Do të dasë gjë më tepër përposa ajo që jam. Po kjo rrëfim ju shërben prindërve, mi ju kalzu fëmijëve, këtë rrëfimin, veç qatë pjesë rrëfimit është mjaftoshëm për mi ju rikthy dhe njën djenin dhe dashurisë popullit tonë. Prindërit mi ju kalzu fëmijëve, mi ja spigu, që të vujtjen shpirtnore që o dalë me lyp pare, natë fukarallëk, për vjaqu poshtuzve, për mi pështu familjen, edhe këto thasu në te i kalej korë. Mirëqenja jonë është regullu pas luftës, thjesht 3 tonë kanë shkolla, kanë jetë më të mirë, spaku ndihen të lirë, spaku ndihen sigur, ta ka ma mirë se kjo. Gjitha mundesh me pas, po nëse nuk je i sigurt dhe nuk je i lirë, për mashallah shkolla, po tash vish me ngrit nivelin, Lule. Sonë të vish pozitiv. Gjitha këtu arrihen. Shkollën me ngrit nivelin shëndetësin, sa rruga, sa se në shpirti me të knaq. Gjitha këtu arrihen, andaj thjesht ne fëmijët tanë kanë mundësit e botës për me arrit diçka. Kemi zhvillime teknologjisë, kanë mundësi informacione gjitha këto, andaj duhet ta kuptojnë se
kjo jetë që e kanë, është një jetë që ata duhet të shfrytëzojnë maksimalisht me arrit potencialin e tyne, sepse prindët e tyre kanë kalu në për sfida që ndonjëherë kur ju tregon disa fëmijëve dhe disa trive janë të pa imagjinueshme për të rit, do të thotë sot, sepse janë sfida që nuk mendohet edhe nuk është dashur mendohet në këtë shekull në një vend në Evropë. Po ne ka ndodhur tek ne, edhe ne vetë duhet mos t'i harrojmë edhe të mësojmë prej tyre. Lula, dëgjon muzikë? Je merakli? Dëgjoj, po. Kitë preferunën e kanë? Le të themi dëgjoj muzikë të përzirë, po ka rrethana caktume që muzikën popullore thjesht kur e ke nevojë ka njëherë pak vetën me. A ditëm kongën e Idris Seferit? Po, di shumë kongë. Po, ditëm bashkë. Edhe me fëmijë, thjesht dëgjojmë shumë edhe muzikën tonë, do të fëmija me thjesht e kënojmë, bile bojmë shako nga njëherë, tash shtyhemi kush po lëshon kongë ma patriotike se tjetri. Edhe me bashkëshorti pëlqen, do të kongë tona, pëlqen Ari Vladin, thjesht bile shumë shpes gjatë kohës pavarësisë, shon Ari Vladin, marshin e UÇK-s, mora fjalë të shkurtës, do të thotë gjitha këto tjera ti dëgjojmë së bashku. Kjo e Ari Vladit i duket e ka të ritmin ma shpejt tamam edhe ushtaraka në atë aspekt e kështu. Edhe të thotë dëgjojmë gjitha kongë, gjitha zhanret, po edhe këto kongë të reja, tash të thotë gjitha këtyre këngëtarëve, pa përmend me emra, dikon qoftë artistëve kosovar, qoftë edhe vajzave tona që po na bojnë krenare në përbot, do të thotë gjitha i dëgjojmë. Për fatin tonë të mirë në Angli, dyjat. Dyjat, do të thotë kështu që jem shumë krenar, sepse vlera e kombëtare, ajo kush jemi ne, identiteti jonë nuk është veç një formë e promovu. është edhe përmes muzikës, edhe përmes artit, edhe gjitha këto, andaj sportit, you know, ne si policia e Kosovës përmes do të thotë pjesëmarrjeve tona që kemi në qendrat ndryshme, do të thotë kemi njësi tona, do të thotë speciale, njësia speciale operative që marrin edhe do të thotë pjesëtar tjetër të njësive speciale që marrin pjesë në garat në Jordani, zakonisht tregojnë suksese shumë të larta atje, andaj ku do që shkon, çdo moment që mundesh ta promovosh vlerën. E sa pjesëtar tha se harrova, sa më tha fiti e këto kasoj ka? Mjaftueshëm brendesja. Me cilin ekip është bashkëshorti jot në Angli? A më rakli futbollit? Jo. Unë edhe fëmija kuptohet me Kosovën, edhe Shqipërinë kur luajnë, po edhe Zvicrën, shkaku i lojtarëve tanë, do të thotë kur do që kemi kampionatet, këto i ndjekim. E bashkëshorti jo, nuk është mirë, po është një adhurues i sporteve, do të thotë pak ma le të them ekstravagante, Formula 1-shit edhe MotoGP që janë këtu. Do të thotë është adhurues i këtyre sporteve. Këtë adhurues të futbollit. Kom marakun e kom do, ekipë kështu që kom qëmi po këtë luajnë bukur, a pa fash sport pa lidhe futbollit, qysh bërë? Jo, unë dhe fëmija do të thotë shikojmë futbollin absolut na pëlqen, është aspekti kombëtar kjo, do të thotë ne kemi... Cili bi sportistëve shqiptarë shqyqyr që kemi bëll? Cili di këshqyqyr ti sportisti më mirë gjitha kona, jo me bot dalime, po në intereson shqie, nuk përdu me shkru këtu me lullë, di që kemi atë listë, po kam qef qështu. Unë si femër, kemi shumë sportist mirë, do të thotë gjithë, po e kisha përmend Majlindën, legendën, tash kështu person Majlinda tash që na boni krenar, po edhe po vazhdon me i trajnu dhe të tjertë, me vazhdu me na bo krenar gjithmonë, kështu që kisha përmend Majlindën. Lule, fillim të misionin, këmë thonë, a ka Lule sa të dusht policinë e Kosovës tash, edhe si Lule, kështu si aromë, si ka? Policia e Kosovës ka thjesht Lule, femra, police shumë të zonja që shërbejnë
çdo ditë me shumë përkushtim, me integritet dhe profesionalizëm. Ylli i mëngjesit që i thot populli, ka dhe planet Afroditën. Po. Kem, do të thotë edhe kolegja ime Afrodita, Flora e shumë të tjera, do të thotë kolege të mijat në çdo fush, qoftë në patrullime, qoftë teren, janë çdo ditë pranë qytetarëve, duke i shërby vendit edhe e bojnë me shumë kënaqësi. Nuk ka nder më të madh. Çfarë arome ka Kosova? Kur e mendoj nga aspekti kur kam jetu në Angli, aromë none. Ashtu e ndjej. Thjesht është çdo herë që jam ardh, muj mi mbyll sytë edhe me pa vetëm të zbrit shkallëve të aeroplanit edhe me marrë një herë frymë thellë kështu, do më thonë. Kështu që mendoj që ka aromë none. A me flet shlirun e sonte edhe në të ardhmen? Sot e përgjithmonë fleni shlirë edhe ty edhe gjithë qytetarët e Kosovës. Shikus të ndëruar, shumë që të qimi mëj, shumë mirë. Po shpresoj që jendi mirë, ndoshta kom sjell pak emocion. E prej uniformës, ndonjëherë pritet ma tepër qëndrim forcë, po ne sado që jemi në uniform, kur është puna dhe kur duhet, e kemi edhe forcën, edhe qëndrimin, po ne jemi polici që vim nga ky popull. Ajo shpreja që vjen nga zotri Robert Peel, që është, do të thotë, parimet e tij, populli është policia dhe policia është populli. Andaj ne jemi veç bitë dhe bijat e këtij populli, cilët e bartim këtë uniform. Prandaj edhe dole në lotë parës. Prandaj kemi një lule, jo që keq. A me ditë lule, pëshem, s'pi bën pra Hammer, ose Humvee, që i keni veturat. Lule, për të falenderoj shumë, edhe të fala gazin babaki unë e shop, jo, ti eshe ma shpet, i bëj unë vetë të fala gazit për ti, edhe ti prej me, edhe kajtë policëve tonë. Besim falemderit për mikpritjen këtu, për hapësiren që ma ke dhonë, që unë si policia e Kosovës të flasë edhe për punën policore, për koleget e mija të mrekullueshme, cilat shërbejnë çdo ditë, mirë po dhe të ndaj disa pjesë nga jeta ime, rrugtimi im, profesional dhe personal, deri sot. Faleminderit shumë. Luleta Mehmeti sonte me ne shikus të major, nuk folëm për gradat, se kanë këta jo Barcoleta, po i keni ato, nëse se përmbush graden, heke e poletin krejt. Po, duhet mu fitu me meritë dhe me imbajt me meritë, me integritet, edhe me ju dalë zot. Do të të grada nuk është vetë se privilegj, është më shumë. Major, nën kolonel dhe kolonel. Shumë është përgjithësi për me punu me nderë, edhe me u përkushtu me dedikim për qytetarët. Lule, cili ke plisë jëtë qëto, se përdu mi mbyllune me plisë mi vëdu në kryune? Kjo është e jemi. Kjo është e joti? Po. Haj që bjërë në ti. Që për mbyllim që shto, edhe me që to që i ka kalu Kosova për mes lullës. A thash mirë?